Gjatë një simpoziumi prestigjioz, një profesor miliarder sfidon audiencën me një ekuacion të pamundur dhe tallet me një djalë të varfër që vëzhgonte në fund të sallës. Por askush nuk e imagjinonte se ai mbledhësi i kanaceve i padukshëm do ta zgjidhte problemin përpara gjithë elitës akademike. Ajo që ndodh më pas zbulon një të vërtet të hidhur: talenti nuk ka pamje, i duhet vetëm një mundësi për të shkëlqyer. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Ju premtoj se ky do të jetë rrëfimi më i bukur që keni dëgjuar ndonjëherë. Dielli ende nuk kishte lindur plotësisht kur Genci hapi syt në strehën e një fure buke në rrugën e Kavajës. I ftohti i mëngjesit Tiranas i depërtonte në kocka përmes këmishës së grisur dhe pantallonave të pista që i kishte veshur për javësh. Ai ishte 12 vjeç, por syt e tij mbanin peshën e një jete të tërë braktisjeje. Në moshën 10 vjeçare, Genci humbi gjithçka. E para ishte nëna, e cila u largua papritur, duke lënë një zbrazëti të pamundur për t'u mbushur. 6 muaj më vonë, babai, i shkatëruar nga trishtimi, u largua gjithashtu, i paaftë për të duruar mungesën e gruas që donte. Genci mbeti i vetëm në shtëpinë e thjeshtë në lagjen Ali Demi, derisa të afërmit e pakt që i kishin mbetur e lanë në mëshirë të fatit. Askush nuk donte përgjegjësinë për t'u kujdesur për një gojë më shumë për të ushqyer. Që atëherë, rrugët e Tiranës u bën shtëpia e tij. Qyteti i madh, me ndërtesat e tij madhështore dhe bulevardet e zhurmshme, fshihte mijëra histori si e tija. Histori fëmijësh të padukshëm që flinin ku të mundnin dhe hanin kur kishin fat. Genci i mësoi shpejt rregullat e mbijetesës urbane. Mësoi të identifikonte vendet më të mira për të mbledhur kanaçe, oraret kur restorantet hidhnin ushqim ende të përdorshëm, strehet më të mbrojtura nga era e ftohtë. Por Genci mbante diçka që e dallonte nga djemt e tjerë të rrugës. Që shumë i vogël, ai shfaqte një aftësi intelektuale të jashtëzakonshme. Në moshën 5 vjeçare, i mësoi vetes të lexonte duke vëzhguar tabelat e rrugëve, reklamat, gazetat që gjente në plera. Në moshën 7 vjeçare, tashmë zgjidhte probleme komplekse matematikore që shihte në fletoret e shkollës të hedhura tutje. Nëna e tij, kur ishte ende gjallë, thoshte se ai kishte një dhunti të veçantë. Një dhuratë që bota do ta zbulonte një ditë. Kujtesa e Gencit funksiononte në një mënyrë të ndryshme. Gjithçka që shihte ose lexonte i ngulitej në mendje si një fotografi e përsosur. Ai mund të kujtonte faqe të tëra librash që i kishte lexuar vetëm një herë, formula matematikore që i kishte studiuar në revista shkencore të braktisura, koncepte filozofike që i kishte përthithur nga gazeta të vjetra. Ishte një kujtesë fotografike e rrallë, aq e fuqishme sa do të trembte çdo specialist. Por kush do të shihte një djalë zbathur dhe të pistë dhe do të imagjinonte se brenda asaj koke ekzistonte një univers njohurish? Shoqëria nuk e shihte Gencin. Njerëzit kalonin pranë tij sikur të ishte pjesë e peizazhit urban, thjesht një problem social tjetër që preferonin ta injoronin. Ndonjëherë dikush i hidhte një monedhë. Herë të tjera merrte vështrime neverie ose mëshire. Por askush nuk ndalonte për ta parë vërtet. Askush nuk e pyeste për emrin, historinë, ëndrat e tij. Genci ishte i padukshëm. Atë mëngjes qershori, Genci u ngrit nga streha dhe filloi rutinën e tij të përditshme. Së pari, duhej të gjente ujë për të larë fytyrën. Pastaj do të shkonte drejt qytetit studenti, ku ndodhej Universiteti i Tiranës. Aty, ai gjente thesarin e tij të vërtetë. Nuk ishin vetëm kanaçet që mblidhte rreth kampusit. Ishte dia. Në koshat e plerave të universitetit, Genci zbulonte një botë të tërë mundësish. Libra të vjetër që studentët i hidhnin, revista shkencore të vjetruara, dispensa të kurseve të ndryshme, gazeta akademike. E gjithë kjo ushqente mendjen e tij të uritur. Ndërsa djemt e tjerë të rrugës kërkonin ushqim, Genci kërkonte edhe dije. Dhe gëlltiste çdo fjalë, çdo ekuacion, çdo koncept me një pangopsi që vetëm ai që ka uri për të mësuar mund ta kuptojë. Muajt e fundit, Genci ishte interesuar veçanërisht për një temë komplekse. Ai kishte gjetur në plera një libër të dëmtuar farmakokinetike, një fushë e farmacisë që studion se si sillen barnat në trupin e njeriu. Libri ishte i grisur, i mungonin disa faqe, por Genci përthithi gjithçka që mundi të lexonte. Ekuacionet matematikore që përshkruanin përthithjen, shpërndarjen, metabolizmin dhe eliminimin e barnave në organizëm e magjepsnin.
Ai kalonte orë të tëra duke përsëritur mentalisht formulat, duke korrigjuar gabimet që gjente, duke imagjinuar zbatime praktike. Ishte e pabesueshme se si funksiononte mendja e tij. Edhe pse nuk kishte qenë kurrë në një klas për këtë temë, Genci kuptonte koncepte që studentëve të farmacisë u duheshin vite për t'i zotëruar. Ndërsa ecte përgjatë bulevardit dëshmorët e kombit në drejtim të qytetit studenti, Genci mendonte për ekuacionet që kishte studiuar natën e kaluar. Mendja e tij ishte gjithmonë duke punuar, gjithmonë duke përpunuar informacione, gjithmonë duke kërkuar lidhje midis koncepteve të ndryshme. Ai nuk kishte nevojë për letër apo makinë llogaritëse. Gjithçka ndodhte brenda kokës së tij me një saktësi matematikore mbreslënëse. Rruga deri në universitet zgjaste gati 2 orë në këmbë, por Gencit nuk i bëhej vonë. Gjatë rrugës, ai vëzhgonte gjithçka. Tabelat e farmacive, reklamat e barnave, bisedat e njerëzve. Gjithçka ishte material mësimi. Gjithçka ushqente atë mendje të shkëlqyer që fati e kishte vendosur në një trup të brish dhe të keq trajtuar. Kur arriti në kampusin e Universitetit të Tiranës, ishte kaluar ora 8 e mëngjesit. Lëvizja ishte intensive. Studentë që mbanin çanta të rënda, profesor të nxituar, punonjës që kujdeseshin për kopshtet. Genci e njihte mirë atë mjedis. Ai kalonte aty pothuajse çdo ditë, duke mbledhur kanaçe, duke mbledhur materiale të riciklueshme, duke vëzhguar universin akademik nga larg. Ndonjëherë ai arrinte të hynte në ndonjë klasë të zbrazët dhe lexonte atë që ishte shkruar në dërrasa. Herë të tjera, ulej në stolat jashtë dhe dëgjonte diskutimet e studentëve për kërkimet e tyre. Ishte si të jetoje në 2 botë paralele. Gjatë ditës, Genci ishte mbledhësi i padukshëm i kanaçeve. Por në mendjen e tij, ai ishte një student i etur, duke përthithur të gjithë dijen që gjente rrugës. Atë mëngjes, megjithatë, diçka ishte ndryshe në kampus. Kishte një lëvizje të pazakontë rreth auditorit të madh të Fakultetit të Shkencave Farmaceutike. Banera me ngjyra lajmëronin një simpozium të rëndësishëm shkencor që do të mbahej gjatë ditës. Genci u afrua kureshtar duke lexuar posterat që flisnin për kërkimet e avancuara në zhvillimin e barnave, farmakokinetik klinike, toksikologji. Zemra i rahu fort. Ky ishte pikërisht lloji i eventit që ai do të adhuronte të ndiqte. Por e dinte se nuk do të lejojë. Një djalë rruge nuk kishte vend në një simpozium shkencor. Genci vendosi të hynte në auditor gjithsesi. Ishte ende herët para se eventi të fillonte zyrtarisht. Ai mendoi se mund të përfitonte për të mbledhur disa kanaçe që me siguri ishin lënë aty gjatë përgatitjes së hapësirës. Përveç kësaj, donte t'u hidhte një sy materialeve që do të shpërndaheshin. Ndoshta mund të merrte ndonjë dispensë, ndonjë fletëpalosje informative. Auditoriumi ishte bosh kur Genci hyri në heshtje. Karriget ishin të gjitha të rreshtuara, skena ishte montuar me një projektor dhe një mikrofon, dhe në sfond kishte një dëras të bardhë të madhe. Genci eci midis rreshtave duke kërkuar materiale të riciklueshme, por vështrimi i tij u kap nga diçka që e bëri të ndalonte plotësisht. Në dërrasën e bardhë, dikush kishte shkruar një ekuacion matematikor jashtëzakonisht kompleks. Ishte një ekuacion i farmakokinetikës me shumë ndarje që përshkruante shpërndarjen e një bari nëpër trup me kalimin e kohës. Genci e njohu menjëherë. Kjo lidhej me librin që ai kishte gjetur muaj më parë. Sytë e tij përshkuan çdo simbol, çdo integral, çdo variabël. Diçka nuk shkonte. Ai e ndjeu menjëherë. Ekuacioni kishte gabime. Lëshime të vogla, variabla të pozicionuara keq, integrale që nuk mbylleshin siç duhet. Genci u afrua te dërrasa, i hipnotizuar. Mendja e tij tashmë po punonte për korrigjimin, duke riorganizuar termat, duke rregulluar konstantet, duke rilogaritur integralet. Ai harroi ku ishte, harroi urinë që ndjente në stomak, harroi të ftohtin që i depërtonte në kocka. Në atë moment, ekzistonte vetëm ai dhe ekuacioni. Për herë të parë pas shumë kohësh, Genci ndjeu diçka që kishte harruar se ekzistonte. Përkatësi. Aty, përballë atij ekuacioni kompleks, ai nuk ishte një djalë rruge. Ai ishte një matematikan, një shkencëtar, dikush i aftë të kuptonte dhe të zgjidhte probleme që shumica e njerëzve as që do të mund të fillonin t'i kuptonin. Duart i dridheshin ndërsa shikonte dërrasën, duke imagjinuar si do të ishte të merrte atë shkumës dhe të korrigjonte gabimet. Ti tregonte botës se ai ekzistonte, se kishte vlerë, se mendja e tij e shkëlqyer meritonte të njihej.
por realiteti e solli përsëri në vete kur dëgjoi zëra që po i afroheshin auditorit. Genci u largua shpejt nga derasa dhe kërkoi një cep më pak të dukshëm. Ai e dinte se nuk duhej të ishte aty. E dinte se do ta nxirrnin jashtë nëse e zbulonin. Por nuk mund të largohej. Donte të shite se kush do ta zgjidhte atë ekuacion. Donte të dinte nëse dikush do t'i vinte re gabimet që ai kishte identifikuar. Dyert e auditorit u hapën dhe filluan të mbërrinin pjesëmarrësit e parë të simpoziumit. Ishin profesor, kërkues, student të doktoraturës. Të gjithë të veshur mirë, mbanin dosje lëkure, bisedonin për kërkimet e tyre në një gjuhë teknike të sofistikuar. Genci vëzhgonte gjithçka nga cepi i tij diskret, duke u përpjekur të kalonte pa u vënë re. Për një moment funksionoi. Njerëzit hynin, përshëndeteshin me njëri tjetrin, kërkonin vendet e tyre. Askush nuk i kushtonte vëmendje djalit të pistë dhe zbathur në fund të auditorit. Por pastaj, një nga organizatorët e eventit, një zotëri me kostum gri dhe syze të arta, vuri re praninë e Gencit. Fytyra e tij u shtrembërua në një shprehje neverie dhe indinjate. Burri eci shpejt drejt Gencit, hapat e tij të sigurt kumbonin nëpër auditorin që po fillonte të mbushej. Ai nuk kishte nevojë të thoshte asgjë. Vështrimi i tij thoshte gjithçka. Genci ishte një ndërhyrës, dikush që nuk i përkiste atij mjedisi dieje dhe shkence. Organizatori bëri një gjest të prerë me dorë duke treguar derën. Dil, tani. Genci ndjeu peshën e poshtërimit t'i binte mbi supe. Ajo ndjenje e njohur e refuzimit, e të qenit i trajtuar si më pak se njeri. Ai uli kokën dhe filloi të ecte drejt daljes, ndërsa disa pjesëmarrës të eventit shikonin skenën me indiferencë. Thjesht një djalë tjetër rruge që po e vinin në vendin e tij. Asgjë e re. Por para se Genci të arrinte te dera, ndodhi diçka që do të ndryshonte gjithçka. Një burr hyri në auditor me një prani që menjëherë dominoi hapësirën. I gjatë, me flokë të thinjur të krejur në mënyrë perfekte, i veshur me një kostum italian pa asnjë cent dhe një orë që me siguri kushtonte më shumë se sa fitonin shumica e njerëzve në një vit. Ishte doktor Ilir Kastrati, biznesmen miliarder i sektorit farmaceutik dhe profesor nderi i universitetit. Ai njihej jo vetëm për pasurinë e tij, por edhe për inteligjencën e tij të mprehtë dhe, mbi të gjitha, për arrogancën e tij. Ilir Kastrati adhuronte të demonstronte superioritetin e tij intelektual sa herë që i jepej mundësia. Dhe atë ditë, ai kishte përgatitur diçka të veçantë për simpoziumin. Iliri u ngjit në skenë para se eventi të fillonte zyrtarisht. Ai adhuronte të bënte hyrje dramatike, të sigurohej që të gjithë sytë të ishin mbi të. Me një buzëqeshje mendje madhe, tregoi ekuacionin në derras dhe njoftoi me zë të lartë që ta dëgjonin të gjithë. Po ofronte një shpërblim prej 100.000 eurosh për çdo që do të arrinte ta zgjidhte atë ekuacion aty për aty, gjatë simpoziumit, pa u konsultuar me asgjë, vetëm me dije të pastër. Publiku murmuriti i habitur. 100.000 euro ishte një shumë absurde, por Ilir Kastrati kishte para të mjaftueshme për të bërë këtë lloj basti pa ju dridhur qerpiku. Qëllimi i tij ishte i qartë. Ai donte të tregonte se ishte njeriu më i zgjuar në atë sallë, se askush nuk do të ishte në gjendje të zgjidhte sfidën e tij. Ishte një demonstrim publik i egos. Vështrimi i Ilirit përshkoi auditorin duke shijuar vëmendjen që merrte, kur sytë e tij takuan Gencin, ende të ndalur pranë derës, gati për të dalë. Një shprehje argëtimi mizor kaloi në fytyrën e biznesmenit. Ai tregoi drejt për drejt djalin zbathur dhe të pistë, dhe me një ton sarkastik që bëri publikun të qeshte, deklaroi se çdo kush mund të provonte ta zgjidhte ekuacionin. Madje edhe ai mbledhësi i kanaçeve atje në fund. Të qeshurat kumbuan nëpër auditor. Disa njerëz u kthyen për të parë Gencin, të argëtuar nga shaka. Të tjerë as nuk u munduan, duke e konsideruar situatën tepër të parëndësishme për të merituar vëmendje. Gencit i vërshoi gjaku në deje. Ai burr nuk e njihte. Nuk dinte asgjë për të. Nuk e kishte idenë se çfarë ekzistonte brenda asaj koke. Për doktor Ilir Kastratin, Genci ishte thjesht një pengesë, një shaka, një shembull i përsosur i distancës midis të privilegjuarve dhe të përjashtuarve. Por diçka brenda Gencit refuzoi ta pranonte atë poshtërim. Diçka e thellë, diçka që kishte mbetur e fjetur gjatë 2 viteve në rrugë, u zgjua në atë moment. Ishte zëri i nënës së tij, duke i thënë se ai kishte një dhunti të veçantë.
Ishte kujtimi i inteligjencës së tij, aq i shkëlqyer dhe i fuqishëm, por i fshehur nën rrobat e pista dhe këmbët zbathur. Ishte revolta kundër një bote që i gjykonte njerëzit nga pamja, jo nga ajo që mbanin brenda. Genci ndaloi. U kthye ngadalë për t'u përballur me doktor Ilir Kastratin. Dhe pastaj, me një zë që e habiti edhe atë vetë për sigurinë, pranoi sfidën. Unë do ta zgjidh ekuacionin, tha Genci. Auditoriumi ra në heshtje absolute për një moment. Pastaj, të qeshurat rifilluan, edhe më të forta. Disa pjesëmarrës komentonin me njëri tjetrin duke u argëtuar me situatën. Absurde. Një djalë rrugë pa arsim formal që donte të zgjidhte një ekuacion që as doktorët e pranishëm nuk ndiheshin të sigurt për ta provuar. Ilir Kastrati buzëqeshi edhe më gjerë, i kënaqur me argëtimin e papritur. Ai bëri një gjest teatral duke ftuar Gencin të ngjitej në skenë. Eja, i ri. Na trego se çfarë je i aftë të bësh. Ironia në zërin e tij ishte e dukshme. Ai nuk priste asgjë tjetër veç se më shumë poshtërim për djalin. Genci eci ngadalë nëpër korridorin qendror të auditorit. Çdo hap ishte një akt guximi. Çdo vështrim që ndjente mbi vete ishte një peshë shtesë mbi supet e tij. Por ai nuk ndaloi. Vazhdoi të ecte derisa arriti në skenë, u ngjit në shkallë dhe u gjend përballë dërrasës së madhe të bardhë. Organizatori që kishte tentuar ta nxirrte jashtë më parë, tani vëzhgonte skenën me një përzierje sikleti dhe kureshtjeje morbide. Ilir Kastrati kryqëzoi krahët duke pritur për shfaqjen e paftësisë që me siguri do të vinte. Genci shikoi ekuacionin në dërras. Mori frym thellë. Kaloi dorën nëpër këmishën e pistë, në një gjest të pavetëdijshëm për t'u paraqitur më mirë, për të rimarrë pak nga dinjiteti që ja kishin hequr. Pastaj mori shkumsin. Duart nuk i dridheshin më. Brenda mendjes së tij, gjithçka ishte krejtësisht e qartë. Ekuacioni shpalosej në shtresa kuptimi, çdo variabël gjente vendin e vet, çdo integral zgjidhej natyrshëm. Genci filloi të shkruante. Jo në mënyrë kaotike apo të dëshpëruar, por metodike, të organizuar, duke treguar çdo hap të arsyetimit. Së pari, ai identifikoi gabimet që kishte vënë re në ekuacionin origjinal. Vuri në dukje lëshimet në variablat e vëllimit të shpërndarjes, korrigjoi koeficientët e eliminimit renal, riorganizoi integralet që përshkruanin përthithjen e barit me kalimin e kohës. Publiku filloi të trazohej. E qeshura i kishte lënë vendin pëshpëritjeve të hutimit. Disa njerëz u përkulën përpara, duke u përpjekur të ndiqnin atë që shkruante Genci. Një profesor farmakokinetike në rreshtin e tretë mori syzet dhe i rregulloi, duke mos besuar atë që po shihte. Ai djalë nuk po hidhte thjesht numra rastësisht. Ai po demonstronte një kuptim të thellë dhe të sofistikuar të temës. Genci vazhdoi të shkruante, duke shpjeguar çdo koncept me zë të lartë. Zëri i tij, fillimisht i ndrojtur, fitoi forcë ndërsa zhytej në matematikë. Ai fliste për ndarje të shumë fishta, për kinetikën e rendit të parë kundrejt rendit 0, për klirencin dhe gjysmëjetën plazmatike. Terma teknik që i kishte mësuar vetë në libra të gjetur në plehra, por që tani rridhnin nga goja e tij me një natyrshmëri mbresëlënëse. Dërrasa u mbush me ekuacione ndihmëse, grafik shpjegues, demonstrime elegante matematikore. Ilir Kastrati nuk buzëqeshte më. Fytyra e tij ishte shndërruar në një maskë mosbesimi. Ai u afrua te dërrasa, duke parë me vëmendje atë që shkruante Genci. Përpiqej të gjente gabime, mos përputhje, çdo gjë që do të provonte se kjo ishte një goditje fati. Por nuk gjente asgjë. Përkundrazi. Zgjidhja nuk ishte vetëm e saktë, por gjeniale. Genci përdorte shkurtime të sofistikuara matematikore, metoda thjeshtimi që as Iliri, me gjithë formimin e tij të shtrenjtë dhe prestigjioz akademik, nuk i kishte marrë në konsideratë. Djali zbathur po jepte një leksion të avancuar farmakokinetike për një publik doktorësh. Kur Genci më në fund mbaroi duke vendosur pikën e fundit në ekuacionin e fundit, auditoriumi ishte në heshtje totale. Askush nuk qeshte më. Askush nuk komentonte. Të gjithë po përpunonin atë që sapo kishin dëshmuar. Një burr u ngrit ngadalë nga rreshti i parë. Ishte profesor doktor Agron Leka, një referencë kombëtare në farmakokinetik, autor i disa librave mbi këtë temë, i respektuar në të gjithë vendin. Ai u ngjit në skenë me hapa të matur, ju afrua dërrasës dhe filloi të analizonte zgjidhjen në heshtje.
Sytë e tij përshkuan çdo rresht, çdo llogaritje, çdo deduksion. E gjithë salla mbante frymën duke pritur verdiktin e specialistit. Profesor Agroni u kthye nga publiku dhe zëri i tij kumbonte nëpër auditor. Është e saktë. Jo vetëm e saktë. Është geniale. Ai përdori një metodë integrimi me pjesë që unë vetë nuk e kisha marrë në konsiderat për këtë lloj problemi. Zgjidhja është e patëmedhë. Një zhurmë shoku përshkoi auditorin. Njerëzit shikonin njëri tjetrin të pabesuar. Si ishte e mundur? Si një djalë rruge, pa arsim formal, pa akses te profesorët apo burimet, kishte zgjidhur një ekuacion që sfidonte edhe specialistët e pranishëm. Përgjigja ishte aty, në dë rast, e shkruar me shkrimin e parregullt, por arsyetimin e përsosur të Gencit. Ilir Kastrati ishte i zbedh. Arroganca e tij ishte shkatëruar plotësisht përballë qindra dëshmitarëve. Ai kishte bërë bastin duke pritur të poshtëronte të tjerët, të provonte superioritetin e tij intelektual. Por tani ishte ai që po poshtërohej. Nga një djalë që shoqëria e kishte hedhur si ple. Genci u kthye për t'u përballur me biznesmenin. Nuk kishte triumf në sytë e tij, vetëm lodhje dhe një trishtim të thellë. Ai filloi të fliste dhe zëri i tij, megjithse i ulët, mbante një peshë emocionale që heshti plotësisht auditorin. Genci tregoi historinë e tij. Jo me vetëmëshirë, por me ndershmëri të papërpunuar. Foli për humbjen e prindërve në moshën 10 vjeçare. Për braktisjen nga të afërmit që duhej ta kishin mbrojtur. Për jetesën në rrugë prej 2 vitesh duke mbledhur plera për të mbijetuar. Për gjumin nën streha në të ftohtin e mëngjesit. Për urinë e vazhdueshme. Për padukshmërinë që shoqëria u imponon të varfërve. Por Genci foli edhe për mendjen e tij. Për mënyrën se si mësoi të lexonte vetë në moshën 5 vjeçare. Për kujtesën e tij fotografike. Për librat dhe revistat shkencore që gjente në plera dhe i gëlltiste me uri për dije. Për mënyrën se si studionte farmakokinetik, matematik të avancuar, fizik, filozofi, gjithçka vetëm, pa mësues, pa klas, pa asgjë tjetër veç vendosmërisë dhe inteligjencës së tij natyrore. Ndërsa ju flinit në shtretër të ngrohtë, unë flija në dyshemen e ftohtë, tha Genci, zëri i tij dridhej nga emocionet. Ndërsa ju hani 3 vakte në ditë, unë rëmoja në plera duke shpresuar të gjeja diçka. Por mendja ime nuk ndaloi kurrë së punuari. Uria ime për dije nuk ishte kurrë më e vogël se uria ime për ushqim. Dhe sot ju qeshët me mua. Qeshët sepse jam i varfër, sepse jam i pist, sepse nuk kam këpucë në këmbë. Ju gjykuat inteligjencën time nga pamja ime. Lotët filluan të rridhnin në fytyrat e disa njerëzve në publik. Turpi ishte i prekshëm në ajër. Genci vazhdoi, tani duke parë drejt për drejt Ilir Kastratin. Zotëria juaj më përdori si shaka sot, tha Genci. Më poshtëroi para të gjithëve duke menduar se isha inferior. Por ju gabuat. Inteligjenca nuk ka adresë. Talenti nuk ka nevojë për mbiemër. Genialiteti mund të lindë kudo, për sa kohë dikush i jep një shans. Problemi nuk është se djemtë si unë nuk janë të zgjuar. Problemi është se askush nuk na shikon. Askush nuk beson tek ne. Askush nuk na jep mundësi. Ju shpërdoroni talente çdo ditë sepse preferoni të gjykoni nga pamja. Sa Genca të tjerë ekzistojnë atje, të padukshëm, duke mbledhur plehra, duke fjetur në rrugë, me mendje të shkëlqyera që nuk do të zbulohen kurrë. Sa gjeni humbet Shqipëria sepse kanë lindur të varfër. Fjalët e Gencit kumbuan nëpër auditor si një bubullim. Disa njerëz qanin hapur tani. Të tjerë kishin grushtet e shtrënguara, të emocionuar nga e vërteta e papërpunuar që sapo kishin dëgjuar. Ilir Kastrati ishte i paralizuar. Për herë të parë në dekada, ai ndihej i vogël. Pasuria e tij, statusi i tij, arsimi i tij i shtrenjtë, asgjë nga këto nuk kishte rëndësi në atë moment. Ai ishte mposhtur. Jo vetëm intelektualisht, por moralisht. Me duar që i dridheshin, Iliri mori celularin e tij. I kërkoi dikujt nga publiku ta ndihmonte të krijonte një llogari bankare për Gencin aty për aty. Një studente ekonomie u ofrua, duke siguruar shpejt dokumentet e nevojshme përmes një aplikacioni. Brenda pak minutash, Genci kishte llogarinë e tij të parë bankare. Dhe pastaj, para të gjithëve, Ilir Kastrati transferoi 100.000 euro. Fatura u shfaq në ekranin e celularit.
Premtimi ishte mbajtur, por parat dukeshin dytësore në atë moment. Ajo që kishte vërtet rëndësi ishte ajo që përfaqësonte ai akt. Njohja. Vlerësimi. Prova se Genci nuk ishte i padukshëm. Në mesin e publikut, një studente e re gazetarie e quajtur Ledina kishte regjistruar të gjithë skenën në celularin e saj. Ajo po qante ndërsa mbante aparatin me duar të dridhura. Kjo nuk ishte thjesht një histori interesante. Ishte një moment historik. Një portret i përsosur i pabarazisë shqiptare dhe i shpërdorimit të talenteve që ndodhte çdo ditë në rrugët e vendit. Sa po mbaroi simpoziumi, Ledina publikoi videon në rrjetet e saj sociale. Mbishkrimi ishte i thjeshtë por i fuqishëm. Një djalë rruge sapo zgjidhi një ekuacion farmakokinetike që doktorët nuk mundën. Ai jeton në rrugë prej 2 vitesh. Studion vetëm me libra nga plehrat. Ka një mendje të shkëlqyer. Dhe shoqëria e trajton si të padukshëm. Sa Genca humbasim çdo ditë. Videoja u bë virale brenda pak orësh. Së pari ishin qindra shpërndarje. Pastaj mira. Brenda pak orësh, miliona shqiptar kishin parë atë moment të jashtëzakonshëm. Emri i Gencit filloi të shfaqej në të gjitha lajmet. Gazeta, revista, programe televizive, të gjithë donin të tregonin historinë e djalit gjeni që jetonte në rrugë. Trazira kombëtare ishte e madhe. Njerëzit pyesnin veten se si ishte e mundur që një fëmijë kaq i shkëlqyer të ishte i braktisur, i padukshëm, duke mbledhur plera për të mbijetuar. Ndërsa i gjithë vendi diskutonte historinë e tij, Genci ishte ulur i vetëm në një stol në parkun pranë universitetit. Ai shikonte celularin që studentja Ledina ia kishte dhënë hua që të mund të shihte faturën e transferimit. 100.000 euro. Ishte më shumë para se sa kishte imagjinuar ndonjëherë se ekzistonte. Me atë vlerë, ai mund të merrte me qira një vend për të jetuar, të blinte rroba, të kishte ushqim çdo ditë. Më në fund mund të largohej nga rrugët. Por Genci nuk ndjente vetëm lehtësim apo lumturi. Ndjente gjithashtu një peshë të madhe. Sepse ai e dinte se historia e tij, megjithse e jashtëzakonshme, nuk ishte unike. Kishte mijëra djemë dhe vajza të tjerë në rrugë, me talente të fshehura, potenciale të shpërdoruara, ëndra të mbytura nga varfëria. Dhe shumica e tyre nuk do ta kishin kur fatin që pati ai. Nuk do të ishin kur në vendin e duhur, në kohën e duhur, me ekuacionin e duhur. Do të mbeteshin të padukshëm për gjithmonë. Ndërsa dielli perëndonte mbi Tiranë, Genci shikoi qiellin portokalli dhe bëri një premtim të heshtur. Ai nuk do të ishte thjesht një histori tjetër e tejkalimit individual. Ai do të përdorte zërin e tij, dukshmërinë e tij të sapo fituar, për të hapur rrugë për të tjerët. Që asnjë talent të mos shpërdorohej për shkak të varfërisë. Që inteligjenca të njihej pavarësisht nga adresa apo llogaria bankare. Mëngjesi tjetër solli një realitet krejtësisht të ndryshëm për Gencin. Ai u zgjua në të njëjtin vend si gjithmonë, në strehën e furrës së bukës në rrugën e Kavajës, por bota rreth tij kishte ndryshuar në mënyrë drastike. Celulari i tij, ai aparat i huazuar nga Ledina që tani e ruante si një thesar, nuk pushonte së vibruari nga njoftimet. Videoja kishte kaluar 5 milion shikime gjatë natës. Njerëz nga e gjithë Shqipëria komentonin, shpërndanin, qanin. Historia e djalit gjeni të rrugëve kishte prekur një plagë të thellë në shoqërinë shqiptare. Ndërsa Genci përpiqej të përpunonte gjithë këtë, një furgon reportazhi ndaloi përballë furrës. Dikush kishte zbuluar se ku flinte. Gazetari doli me nxitim, i ndjekur nga një kameraman, dhe ju afrua Gencit me një mikrofon në dorë. Ata donin një intervistë. Donin të dinin më shumë për jetën e tij, ëndrat e tij, planet e tij. Genci, ende i trullosur, pranoi të fliste. Por kërkoi vetëm një gjë. Që të mos fokusoheshin vetëm tek ai. Që të tregonin edhe djemtë dhe vajzat e tjera të rrugës që jetonin aty pranë. Që t'i kujtonin Shqipërisë se ai nuk ishte i vetmi talent i fshehur në padukshmërinë e varfërisë. Intervista u transmetua në lajmet e mëngjesit dhe emocionoi vendin edhe më shumë. Genci foli me një pjekuri mbresëlënëse për 12 vjeçarin e tij. Shpjegoi se nuk donte të trajtohej si përjashtim, si një rast i izoluar tejkalimi. Donte që historia e tij të shërbente si alarm, si denoncim, si një thirrje që shoqëria t'i shikonte fëmijët e braktisur jo me mëshirë apo neveri, por me respekt dhe mundësi.
Ndërkohë, presioni mbi Universitetin e Tiranës intensifikohej me çdo orë. Rrjetet sociale, organizatat e të drejtave të njeriut, lëvizjet sociale, të gjithë kërkonin një përgjigje nga institucioni. Si një universitet publik i dedikuar dijes dhe formimit të qytetarëve, lejonte që një gjeni si Genci të jetonte në rrugë duke mbledhur plera në kampusin e tij. Rektorati u mblodh në një takim urgjent. Rektori, profesor Dr. Artan Dervishi, ishte një burr 60 vjeç me flokë të bardhë, vështrim serioz por të dhëmshur. Ai e kuptonte seriozitetin e situatës. Nuk bëhej fjalë vetëm për të ndihmuar Gencin. Bëhej fjalë për të marrë një përgjegjësi sociale që universiteti gjithmonë e kishte predikuar, por jo gjithmonë e kishte praktikuar. Në fund të mbledhjes, vendimi u mor. Universiteti i Tiranës do t'i ofronte Gencit një bursë të plot studimi, strehim në konvikt, ushqim të plot dhe ndjekje psikologjike. Por para kësaj, ai duhej të përfundonte studimet bazë. Genci e kishte lënë shkollën në klasën e 5 kur humbi prindërit. Universiteti do të krijonte një program të veçantë për shpejtimi akademik, me profesor të dedikuar për ta ndihmuar të rikuperonte kohën e humbur. Rektori bëri çmos që ta bënte njoftimin personalisht në një konferencë shtypi që mblodhi 10 gazetar. Universiteti e njihte gabimin e tij. E njihte se kishte dështuar të shihte talentin që jetonte fjalë për fjalë nën hundën e tij. Dhe angazhohej jo vetëm për të ndihmuar Gencin, por për të krijuar politika të përhershme për të identifikuar dhe mbështetur të rinjt në situatë vulnerabiliteti social me potencial akademik. Kur Genci mori lajmin, ishte ulur në një stol në parkun pranë universitetit, duke lexuar një libër fizike që e kishte gjetur në plera atë mëngjes. Ledina, studentja e gazetarisë që kishte regjistruar dhe publikuar videon, shkoi tek ai për t'i treguar personalisht. Genci dëgjoi gjithçka në heshtje, duke përpunuar çdo fjalë. Kur Ledina mbaroi, ai mori frym thellë dhe bëri një pyetje që e kapi në befasi. Po djemt e tjerë? Fëmijët e tjerë që jetojnë në rrugë? Çfarë do të ndodhë me ta? Pyetja mbeti në ajër për një moment. Ledina nuk kishte përgjigje. Genci vazhdoi. Nëse unë e pranoj këtë ndihmë vetëm, do të bëhem ajo që nuk dua të jem. Një përjashtim. Një histori e bukur që shoqëria të ndihet më mirë me veten, ndërsa mira talentet të tjera vazhdojnë të kalben në rrugë. Unë dua ta pranoj. Por me një kusht. Universiteti duhet të krijojë një program të përhershëm. Një projekt që të shkojë në rrugë, në strehimore, në periferi, për të kërkuar fëmijë dhe të rinj me potencial. Që të ofrojë mundësi reale, jo vetëm asistencë. Që të transformojë sistemin, jo vetëm të shpëtojë një person. Fjalët e Gencit tregonin një ndërgjegje sociale të rrallë. Ai ideal nuk mendonte vetëm për veten, për shpëtimin e tij. Mendonte për kolektivin, për drejtësinë, për ndryshimin strukturor. Ledina u emocionua. Ajo premtoi se do t'ia çonte kushtin e Gencit rektorit. Premtoi se do të bënte gjithçka në fuqinë e saj që kjo të ndodhte. Ndërkohë, në anën tjetër të qytetit, në zyrën luksoze të kompanisë së tij farmaceutike në qendrën e re të biznesit të Tiranës, Ilir Kastrati përballej me krizën e tij. Që nga simpoziumi, ai nuk mund të flinte mirë. Nuk mund të përqendrohej në punë. Mendja i kthehej vazhdimisht në atë moment në auditor. Te fytyra e Gencit. Te fjalët që kishte thënë djali. Te poshtërimi që ai, Iliri, meritonte ta kishte ndjer, por fillimisht ishte përpjekur ta mohonte. Sekretarja e tij, Valbona, një grua në moshë të mesme që punonte me të prej 15 vitesh, hyri në zyrë duke mbajtur një pirë gazetash. Të gjitha kishin historinë e Gencit në faqe të parë. Disa fokusoheshin në aspektin emocionues të tejkalimit. Të tjera bënin kritika të ashpra ndaj shoqërisë. Dhe disa, ato që e shqetësonin më shumë Ilirin, analizonin sjelljen e tij në simpozium. Biznesmeni arrogant që u përpoq të poshtëronte një fëmijë të varfër dhe përfundoi i mposhtur prej tij. Media nuk ishte e butë. Iliri po portretizohej si zuzari i historisë. Simboli i elitës së pandjeshme dhe mizore. Valbona i vendosi gazetat mbi tavolinë dhe e shikoi shefin me një shprehje që përziente shqetësim dhe zhgënjim. Doktor Ilir, tha ajo butësisht, unë punoj për ju prej shumë vitesh. Gjithmonë ju kam respektuar. Por ajo që ndodhi në atë auditor. Ajo nuk e mbaroi fjalinë, por nuk ishte nevoja.
Iliri e dinte saktësisht se çfarë po thoshte. Ai kishte kaluar një kufi. Kishte zbuluar një mizori që as ai vetë nuk e dinte se e mbante. Pse e bëra atë, murmuriti Iliri, më shumë për vete se sa për Valbonën. Pse më duhej të poshtëroja një djalë të varfër për t'u ndjerë superior? Valbona nuk u përgjigj. Thjesht priti. Iliri vazhdoi, zëri i tij i ngarkuar me diçka që ai rrallë e shfaqte. Pendim i sinqert. Kam kaluar gjithë jetën duke ndërtuar këtë imazh. Biznesmeni i shkëlqyer, intelektuali superior, njeriu që ka të gjitha përgjigjet. Por një djalë zbathur që studion me libra nga pleherat, provoi se unë nuk di asgjë. Provoi se arroganca ime është e zbrazët. Dhe më e keqja është se ai kishte të drejtë. Në gjithçka që tha. Ne shpërdorojmë talente. Ne gjykojmë nga pamja. Ne jemi mizor me ata që kanë më shumë nevojë për ndihmë. Transformimi që po fillonte të ndodhte brenda Ilirit ishte i vërtetë. Nuk ishte vetëm faj apo turp social. Ishte një zgjim i sinqert. Për herë të parë në dekada, ai po shihte përtej fluskës së tij të privilegjeve. Valbona e vuri re ndryshimin dhe vendosi ta sfidonte. Nëse ju vërtet doni të bëni diçka ndryshe, tha ajo, mos u mjaftoni me vajtime. Bëni diçka konkrete. Ai djalë po propozon të krijojë një program për të ndihmuar fëmijë të tjerë. Ju keni burime. Keni ndikim. Mund të jeni pjesë e zgjidhjes në vend që të vazhdoni të jeni pjesë e problemit. Fjalët e Valbonës e goditën Ilirin si një grusht. Ajo kishte të drejtë. Plotësisht. Ai mori telefonin dhe i telefonoi drejt për drejt rektorit të Universitetit të Tiranës. Biseda ishte e drejt për drejt. Iliri donte të dinte për programin që Genci kishte propozuar si kusht për të pranuar ndihmën e universitetit. Donte të dinte sa do të kushtonte. Donte të dinte si mund të ndihmonte. Rektori, fillimisht i habitur, shpjegoi se propozimi i Gencit ishte ambicioz. Të krijojë një program kërkimi aktiv i talenteve me ekipe multidisiplinare që të shkonin në rrugë, strehimore dhe komunitete periferike. Të ofrojë jo vetëm vende në universitet, por gjithë mbështetja e nevojshme. Strehim, ushqim, shëndet, ndjekje psikologjike, përgatitje akademike. Do të ishte e shtrenjtë. Shumë e shtrenjtë. Por do të ishte transformuese. Iliri nuk hezitoi. Dua ta financoj projektin, tha ai. Dua të jem donatori i parë i madh. Dhe dua të bëj më shumë se kaq. Dua të marr pjesë aktivisht. Dua të mësoj nga ky djalë. Dua të kuptoj atë që nuk e kam parë gjithë jetën duke qenë i mbyllur në kullën time të fildish. Rektori mbeti në heshtje për një moment duke përpunuar atë kthes të papritur. Pastaj pranoi. Me një kusht. Iliri do të duhej ta bënte këtë me përulësi. Pa projektor, pa marketing personal. Jo si një akt bamirësie për të pastruar imazhin e tij, por si një angazhim i sinqert me drejtësinë sociale. Iliri ra dakord. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeu se po bënte diçka vërtet të rëndësishme. 2 ditë më vonë, në një mbledhje të mbyllur në rektorat, Genci, rektori Artan, Iliri, Ledina dhe përfaqësues të lëvizjeve sociale u mblodhën për të diskutuar projektin. Genci hyri në sallë me rroba të reja që Ledina ja kishte blerë. Por sytë e tij ende mbanin atë intensitet, atë vendosmëri që i kishte bërë përshtypje të gjithëve në simpozium. Ai e shikoi drejt për drejt Ilirin. Nuk kishte zemërim në vështrimin e tij. Vetëm një kërkesë të heshtur. Një pritshmëri që ai burr të provonte se kishte ndryshuar vërtet. Mbledhja zgjati me orë. Diskutuan çdo detaj të projektit. Genci kishte ide të qarta dhe çuditërisht të pjekura se si duhej të funksiononte. Ai nuk donte një program asistence që t'i trajtonte fëmijët e varfër si të mirë. Donte një program që të njihte potencialin e tyre, që t'i trajtonte me dinjitet dhe respekt. Që të ofronte sfida intelektuale rigoroze, jo t'i lehtësonte gjërat nga mëshira. Që t'i përgatiste këta fëmijë për të konkuruar në kushte të barabarta me ata që gjithmonë kishin pasur akses në shkolla të shtrenjta dhe mësues privat. Iliri dëgjoi gjithçka në heshtje, duke mbajtur shënime. Ai e kuptonte tani se sa e kufizuar kishte qenë pikpamja e tij për botën. Sa kishte humbur duke jetuar i izoluar në fluskën e tij të privilegjeve.
Dhe sa mund të mësonte nëse e hapte mendjen ndaj realiteteve të ndryshme. Në fund të mbledhjes, projekti kishte marrë formë. Do të quhej Gjuetarët e gjenive. Një ekip multidisiplinar i punonjësve social, psikologëve dhe edukatorëve do të përshkonte rrugët e Tiranës, duke identifikuar të rinj në situatë vulnerabiliteti me potencial akademik të jashtëzakonshëm. Këta të rinj do të merrnin bursa të plota studimi, strehim në konvikt, ushqim, shëndet dhe gjithë mbështetjen e nevojshme për të zhvilluar talentet e tyre. Por projekti nuk do të ndalej aty. Do të përfshinte gjithashtu mentorim me profesionistë të fushave të ndryshme, praktika në kompani, akses në laborator dhe pajisje të teknologjisë së fundit. Ideja ishte jo vetëm t'i hiqnin këta fëmijë nga rrugët, por t'i përgatisnin për të transformuar realitetet e tyre dhe, përfundimisht, realitetin e komuniteteve të tyre. Genci do të ishte përfituesi i parë dhe gjithashtu simboli i projektit. Por bëri çmos që të merrte pjesë aktivisht në vendime. Ai e kuptonte realitetin e rrugëve në një mënyrë që askush tjetër në atë sallë nuk e kuptonte. Dinte se cilat ishin nevojat e vërteta, pengesat e vërteta. Zëri i tij, pra, ishte thelbësor. Iliri u angazhua me një donacion fillestar prej 10 milion lekësh. Ishin shumë para, por ai kishte shumë më tepër. Dhe për herë të parë, po përdorte pasurinë e tij për diçka që kishte vërtet rëndësi. Ai gjithashtu u ofrua të përdorte ndikimin e tij për të tërhequr donatorë të tjerë të mëdhenj. Për ta transformuar atë projekt në një nismë të përhershme, të qëndrueshme, të aftë për të mbijetuar pavarësisht nga pjesëmarrja e tij personale. Lajmi për projektin Gjuetarët e gjenive u njoftua në një konferencë shtypi emocionuese. Genci u ngjit në podium pranë rektorit dhe Ilirit. Kamerat shkrepnin pa pushim. Gazetarët bënin pyetje të rrëmujshme. Genci mori mikrofonin dhe foli me të njëjtën qartësi dhe pjekuri që kishte treguar në simpozium. Ky projekt nuk është për mua, tha ai. Është për të gjithë fëmijët që shoqëria bën sikur nuk i sheh. Është për të njohur se talenti nuk ka adresë, se inteligjenca nuk ka nevojë për mbiemër, se genialiteti mund të lindë kudo. Ky projekt është një hap i parë. I vogël, por i rëndësishëm. Sepse nëse arrim të tregojmë se është e mundur, se funksionon, ndoshta qytete të tjera, qarqe të tjera, vende të tjera do të ndjekin shembullin. Ndoshta një ditë do të jetojmë në një botë ku asnjë fëmijë nuk është i padukshëm. Ku asnjë talent nuk shpërdorohet për shkak të varfërisë. Fjalët e Gencit i emocionuan të gjithë. Iliri, pranë tij, fshinte fshehurazi një lodh. Kur nuk e kishte imagjinuar se do të transformohej nga një djalë 12 vjeçar. Se do të detyrohej të përballej me paragjykimet e tij, arrogancën e tij, mizorinë e tij të rastësishme. Por tani po ndodhte. Dhe ai zgjodhi ta përqafonte këtë transformim në vend që t'i rezistonte. Pas konferencës, Genci pati ditën e tij të parë zyrtare si student në konviktin e Universitetit të Tiranës. Ledina bëri çmos ta shoqëronte. Ajo ishte bërë një lloj motre më të madhe për të, dikush tek i cili ai besonte, dikush që e ndihmonte të lundronte në këtë botë të re dhe të frikshme. Dhoma në konvikt ishte e thjeshtë por e pastër. Një krevat, një tavolinë studimi, një dollap. Për Gencin, që kishte kaluar 2 vitet e fundit duke fjetur nën streha dhe ura, kjo ishte një pallall. Ai ul në krevat dhe, për herë të parë pas shumë kohësh, i lejoi vetes të ndjente emocionin që e kishte shtypur. Lotët i rodhen në fytyrë. Nuk ishin lot trishtimi, por lehtësimi. Mirënjohjeje. Shpresë. Ledina u ul pranë tij dhe e përqafoi. Ti e meriton këtë, Genc, tha ajo butësisht. Ti gjithmonë e ke merituar. Problemi nuk ishe kur ti ishte bota që nuk ishte gati të shite dritën tënde. Por tani është. Dhe ti do të shkëlqesh aq shumë sa askush nuk do të mund të injorojë më. Genci. Fshiu lotët dhe buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e vogël, ende e ndrojtur, por e sinqertë. Për herë të parë në 2 vjet, ai ndjente se ndoshta kishte një të ardhme. Se ndoshta ëndrat e tij nuk ishin thjesht fantazi të pamundura. Se ndoshta ai vërtet mund të bënte një ndryshim. Muajt e parë në universitet ishin sfidues. Gencit ju desh të përshtatej me një rutinë krejtësisht të ndryshme. Mësime të rregullta, orare fikse, bashkëjetesë me studentë të tjerë. Ai filloi në një program për shpejtimi akademik, duke studiuar lëndë që duhej t'i kishte mësuar në vitet që kaloi në rrugë.
por inteligjenca e tij e jashtëzakonshme bënte që ai të përthithte gjithçka me një shpejtësi mbresëlënëse. Profesorët mbeteshin të mahnitur me aftësinë e tij për të kuptuar. Ai jo vetëm memorizonte, por vërtet i kuptonte konceptet, bënte lidhje, zhvillonte arsyetime komplekse. Brenda 6 muajsh, Genci kishte rikuperuar të gjithë lëndën e humbur. Ishte gati të fillonte gjimnazin. Por profesorët sugjeruan diçka tjetër. Me aftësinë që ai tregonte, veçanërisht në matematikë dhe shkenca, ndoshta kishte kuptim të përshpejtonte edhe më shumë rrugëtimin e tij akademik. Ta nënshtronin provimeve të aftësisë. Ti lejonin të kalonte klasa. Genci mendoi për propozimin. Nuk donte të shihej si një fëmijë mrekulli që shfaqej. Por gjithashtu nuk shite kuptim të kalonte vite duke studiuar gjëra që tashmë i zotëronte. E pranoi sfidën. Bëri provimet. Dhe i kaloi të gjitha me nota të jashtëzakonshme. Në moshën 13 vjeçare, Genci po ndiqte vitin e fundit të gjimnazit. Në moshën 14 vjeçare, tashmë e kishte përfunduar dhe po përgatitej për maturën shtetërore. Zgjedhja e tij e degës ishte e qartë. Farmaci. Fusha që e kishte magjepsur që kur kishte gjetur atë libër të dëmtuar farmakokinetike në plehra. Fusha në të cilën kishte treguar genialitetin e tij në simpoziumin që i ndryshoi jetën. Ndërkohë, projekti i gjuetarët e gjenive filloi të tregonte rezultate. Ekipi i kërkimit aktiv kishte identifikuar 15 të rinj në vitin e parë. Fëmijë dhe adoleshentë që jetonin në rrugë ose në komunitete periferike me talente të jashtëzakonshme në fusha të ndryshme. Matematik, muzik, letërsi, arte, shkenca. Secili prej këtyre të rinjve mori të njëjtën mbështetje si Genci. Dhe secili prej tyre filloi të lulëzonte në mënyra unike dhe të bukura. Bora, një vajzë 11 vjeçare që jetonte në një strehimore, u zbulua si një mrekulli e muzikës. Kompozonte melodi komplekse në kokën e saj, pa pasur kur akses në instrumente muzikore apo mësime formale. Tani studionte në konservator me profesor të mahnitur nga talenti i saj natyror. Arbery, një adoleshent 15 vjeçar që kishte kaluar vite në rrugë, kishte një aftësi të jashtëzakonshme për gjuhë. Kishte mësuar anglisht vetëm duke dëgjuar bisedat e turistëve. Tani studionte mandarinisht, frëngjisht, gjermanisht njëkohësisht me një lehtësi të frikshme. Çdo histori ishte unike. Çdo talent ishte i veçantë. Dhe të gjithë ata ishin prova e gjallë se Genci kishte të drejtë. Se shoqëria shpërdoronte gjeni çdo ditë thjesht duke mos parë përtej pamjes, përtej varfërisë, përtej marginalizimit. Ilir Kastrati ndiqte gjithçka nga afër. Ai vizitonte rregullisht universitetin, bisedonte me të rinjt e projektit, merrte pjesë në mbledhjet e planifikimit. Transformimi i tij ishte i dukshëm. Biznesmeni arrogant që ishte ngjitur në skenën e simpoziumit me një ajër superioriteti i kishte lënë vendin një njeriu më të përulur, më të ndërgjegjshëm, më njerëzor. Ai filloi të përdorte ndikimin e tij për të promovuar ndryshime në kompaninë e tij. Krijoi një program praktikash për të rinj nga komunitetet periferike. Rishikoi politikat e tij të punësimit për të eliminuar paragjykimet e pavetëdijshme. Rriti investimet në projekte sociale. Valbona, sekretarja e tij, i vëzhgonte këto ndryshime me kënaqësi. Ajo gjithmonë e kishte ditur se kishte një njeri më të mirë të fshehur nën atë shtresë arrogance. Genci kishte arritur të arrinte atë njeri më të mirë. Një të shtunë me diell, 2 vjet pas simpoziumit, Genci po studionte në bibliotekën e universitetit kur u shfaq Iliri. Ai kërkoi disa minuta bisedë. Të dy shkuan në një stol në kopshtin e jashtëm. Iliri dukej nervoz, gjë që ishte e pazakontë për dikë kaq zakonisht të sigurt në vetvete. Genc, filloi ai, unë duhet të falenderoj. Ti ma ndryshove jetën. E di që kjo mund të tingëllojë e çuditshme duke ardhur nga një miliarder për një ish djalë rruge. Por është e vërtetë. Genci e shikoi me kureshtje. Iliri vazhdoi. Kam kaluar dekada duke besuar se vlera ime ishte në pasurinë time, në intelektin tim, në statusin tim social. Kam ndërtuar mure rreth vetes. Mure që më pengonin të shija realitetin. Të ndjeja empati. Të isha vërtet njerëzor. Kur ti u ngjite në atë skenë dhe më mposhte, nuk mposhte vetëm arrogancën time intelektuale. Ti i shkatërrove ato mure. Më detyrove të shikoja jashtë fluskës sime.
Dhe ajo që pash më turpëroi thellësisht. Genci dëgjoi në heshtje. Iliri. Kishte lot në sy tani. Por gjithashtu më dhe shpresë, vazhdoi ai. Sepse nëse një djalë 12 vjeçar që kishte humbur gjithçka, që jetonte duke mbledhur plera, arrinte të ruante njerëzillëkun e tij, bujarinë e tij, dëshirën e tij për të ndihmuar të tjerët, atëherë ndoshta edhe unë mund të bëhesha një person më i mirë. Dhe po përpiqem, Genc. Çdo ditë. Ndoshta nuk do të arrij kur ta riparoj plotësisht të keqen që kam bërë me indiferencën time gjatë viteve. Por po përpiqem të bëj ndryshe tani e tutje. Genci i vuri dorën në shpatull Ilirit në një gest çuditërisht të pjekur për 14 vjeçarin e tij. Doktor Ilir, tha ai, unë kur nuk kam dashur t'ju poshtëroja të ditë. Unë vetëm doja të më shihnin. Doja të provoja se ekzistoja, se kisha vlerë. Ju ma dhatë këtë mundësi, edhe pse pa dashje. Dhe ajo që po bëni tani, me projektin, me ndryshimet në kompanin tuaj, me transformimin tuaj, kjo vlen më shumë se çdo kërkesë faljeje. 2 burrat të ndarë nga dekada moshe dhe botë përvojash, ndan një moment mirë kuptimi të ndërsjell. Aty, në atë stol në kopshtin e universitetit, një misi e pamundur po fillonte të formohej. Një misi e bazuar në respekt të ndërsjell, në rritje të përbashkët, në angazhim me drejtësinë sociale. Në muajt në vijim, Genci u përgatit intensivisht për maturën. Ai e dinte se ishte i aftë të kalonte, por donte më shumë se kaq. Donte një rezultat të jashtëzakonshëm. Donte të provonte, jo për të tjerët por për veten, se ishte gati për atë hap tjetër. Kur dolën rezultatet, Genci kishte arritur notën më të lartë në farmaci. Në moshën 15 vjeçare do të ishte studenti më i ri që do të hynte në këtë degë në historinë e Universitetit të Tiranës. Lajmi tërhoqi sërish vëmendjen kombëtare. Genci, djali gjeni i rrugëve, vazhdonte trajektoren e tij mbresëlënëse. Por tani ai nuk ishte më vetëm. Ai kishte një familje të pamundur rreth tij. Ledina, që ishte bërë një motër. Iliri, që ishte bërë një mentor. Të rinjt e tjerë të gjuetarëve të gjenive, që ishin shokët e tij të rrugëtimit. Dhe mira shqiptarë që ndiqnin historinë e tij dhe bënin tifo për suksesin e tij. Dita e parë e mësimit në fakultetin e farmacisë ishte emocionuese. Genci hyri në amfiteatër dhe u ul në një nga karriget e para. Shikoi përreth dhe pa të rinj 18, 19, 20 vjeç. Të gjithë më të mëdhenj se ai. Disa e shikonin me kureshtje, të tjerë me skepticizëm. A thua se ai djali i famshëm vërtet kishte aftësi apo ishte thjesht një bujë mediatike? Gencit nuk i bëhej vonë për këto dyshime. E dinte se puna e tij do të fliste vetë. Dhe foli. Në javët e para, u bëhe qartë për të gjithë se Genci nuk ishte thjesht një talent mediatik. Ai ishte vërtet i shkëlqyer. Kontributet e tij në mësime ishin gjithmonë të thella dhe të mirë argumentuara. Punimet e tij ishin të patëmeta. Kuptimi i tij i koncepteve shkonte shumë përtej sipërfaqësores. Profesorët filluan ta trajtonin jo si një fëmijë mrekulli, por si një koleg intelektual të respektueshëm. Shokët e klasës që fillimisht ishin skeptik u bën admirues dhe miq. Genci ishte më në fund aty ku gjithmonë duhej të kishte qenë. Në një mjedis mësimi i rrethuar nga dia, duke zhvilluar potencialin e tij. Vitet në rrugë kishin lënë shenja. Ai ende kishte makthe her pas here. Ende ndjente një shtrëngim në gjoks kur shihte fëmijë që flinin në rrugë. Ende mbante një trishtim të thellë për padrejtësinë që dëshmonte çdo ditë. Por tani ai kishte mjete për t'u marrë me këtë. Terapi të rregullt, mbështetje emocionale, një rrjet njerëzish që kujdeseshin për të. Dhe mbi të gjitha, kishte një qëllim. E dinte se historia e tij mund të frymëzonte ndryshime. Se zëri i tij mund të përdorej për të denoncuar padrejtësi. Se shembulli i tij mund të hapte dyrë për të tjerët. Ndërsa viti i dytë i fakultetit po afrohej, Genci filloi të mendonte se si mund ta zgjeronte ndikimin e gjuetarëve të gjenive. Projekti po funksiononte mirë në Tiranë, por po pjesa tjetër e Shqipërisë. Sa talente po shpërdoroheshin në qytete të tjera, në qarqe të tjera. Ai filloi të artikulonte një propozim për ta kombëtarizuar programin. Do të ishte ambicioz, i shtrenjtë, kompleks, por i mundur. Nëse arrinin të gjenin partnerët e duhur, financimin e duhur, mbështetjen politike të nevojshme.
Genci ishte i vendosur ta bënte të ndodhte. Rrugëtimi i tij sapo kishte filluar. 3 vjet kishin kaluar që nga ajo ditë transformuese në simpozium. Genci tani ishte 16 vjeç dhe ishte në mes të studimeve për farmaci. Rutina e tij ishte intensive, e ndarë midis mësimeve, laboratorëve, kërkimeve dhe punës së tij si zëdhënës i projektit Gjuetarët e gjenive. Fëmia i brish dhe zbathur ishte bërë një i ri i vendosur, i artikuluar dhe gjithnjë më i ndërgjegjshëm për fuqinë që mbante historia e tij. Por pesha e kësaj përgjegjësie ndonjëherë ishte dërmuese. Një pasdite me shi gushti, Genci ishte në dhomën e tij në Konvikt, duke përgatitur një prezantim për një kongres të asistencës sociale. Ai ishte ftuar të fliste për ndikimin e projektit Gjuetarët e gjenive dhe vizionin e tij për ta zgjeruar nismën në nivel kombëtar. Ndërsa rishikonte slajdet në kompjuterin që universiteti i kishte siguruar, ndjeu atë ankth të një orë t'i shtrëngonte gjoksin. Edhe pas vitesh larg rrugëve, një pjesë e tij ende mbante atë djalë të padukshëm që askush nuk donte ta shite. Telefoni ra. Ishte Ledina. Ajo tani punonte si gazetare në një revistë të madhe dhe vazhdonte të ishte një prani e vazhdueshme në jetën e Gencit. Të dy kishin zhvilluar një lidhje të thellë, pothuajse vëllazërore. Ajo dinte t'i lexonte heshtjet e tij, e kuptonte kur ishte i mbingarkuar, i ofronte mbështetje në momentet e vështira. Hej, vëlla, tha Ledina me atë ton të përzemërt që përdorte gjithmonë me të. Si je? Genci pshërtiu. Jam mirë. Vetëm pak nervoz për kongresin javën tjetër. Ledina qeshi butësisht. Ti ke folur para audiencave me mira njerëz, Genc. Të kanë intervistuar gazetarët më të mëdhenj të vendit. Çfarë ka ndryshe këtë herë? Genci mbeti në heshtje për një moment para se të përgjigjej. Këtë herë do të propozoj diçka të madhe. Shumë të madhe. Do të kërkoj mbështetjen e qeverisë për ta kombëtarizuar projektin Gjuetarët e gjenive. Nëse dështoj, nuk do të dështoj vetëm unë. Do të dështoj për të gjithë ata fëmijë të padukshëm që po presin për një shans. Ledina e kuptoi presionin që ai ndjente. Genc, tha ajo me vendosmëri, ti kur nuk ke qenë vetëm në këtë. Ke një ekip të tërë që punon në projekt. Ke doktor Ilirin që financon gjithçka. Ke universitetin që të mbështet. Dhe më e rëndësishmja, ke historinë tënde, e cila është e padiskutueshme. Askush nuk mund ta mohojë ndikimin që ke shkaktuar. Askush nuk mund të injorojë rezultatet që projekti ka treguar tashmë. Ki besim të vetja. Fjalët e Ledinës e qetësuan pak ankthin e Gencit. Ata biseduan edhe disa minuta para se të mbyllnin. Genci u kthye te prezantimi i tij me energji të përtërirë. Ajo kishte të drejtë. Shifrat flisnin vetë. Në 3 vitet e fundit, Gjuetarët e gjenive kishin identifikuar dhe mbështetur 63 të rinj në Tiranë. Secili me një histori unike të kalimi dhe talenti. Bora, vajza që kompozonte muzikë në kokën e saj, sapo kishte fituar një çmim kombëtar kompozimi. Pjesa e saj simfonike kishte emocionuar jurinë dhe publikun. Arbëri, poligloti autodidakt, po punonte si përkthyes vullnetar për refugjatët, duke përdorur dhuntit e tij gjuhësore për të ndihmuar njerëz të tjerë të marginalizuar. Besmiri, një djalë 14 vjeçar që jetonte në një barak në periferi, ishte zbuluar si një gjeni i programimit. Krijonte aplikacione komplekse, zgjidhte probleme kodi që programuesit me përvojë nuk mundnin. Tani po zhvillonte një aplikacion për të lidhur donatorët e ushqimit me komunitetet në nevojë. Çdo histori ishte një provë se Shqipëria shpërdoronte talente të pabesueshme thjesht duke mos parë përtej varfërisë. Çdo i ri i shpëtuar ishte një fitore kundër pabarazisë. Por Genci e dinte se 63 jetë të transformuara, megjithse domethënëse, ishin një pikë në oqean. Mira fëmijë ende jetonin në rrugë. Mira talente ende ishin të padukshme. Duhej bërë më shumë. Shumë më shumë. Të nesërmen, Genci pati një takim me Ilirin në zyrën e kompanisë farmaceutike. Mjedisi ishte luksos, por Genci tashmë ishte mësuar. Në vitet e fundit, ai lëvizte me natyrshmëri midis 2 botëve krejtësisht të kundërta. Klasat e universitetit publik dhe zyrat e korporatave. Komunitetet periferike ku lindnin talentet e projektit dhe eventet gala ku mblidhnin fonde. Iliri e priti me një përqafim të ngrohtë.
Transformimi i biznesmenit në vitet e fundit ishte mbresëlënës. Ai ishte bërë një mbrojtës i zjarrt i drejtësisë sociale, duke përdorur ndikimin dhe burimet e tij për të promovuar ndryshime reale. Kompania e tij tani kishte programe të fuqishme të përfshirjes sociale. Ai ishte anëtar i bordeve të OIQ-ve. Fliste publikisht për pabarazinë. Genc, filloi Iliri sapo u ulën, e kam rishikuar propozimin tënd për kombëtarizimin e projektit. Është ambicioz. Shumë ambicioz. Genci pohoi me kokë, i përgatitur për të mbrojtur çdo detaj. Iliri buzëqeshi. Dhe pikërisht për këtë do të funksionojë. Ke mbështetjen time të plotë. Më shumë se kaq, tashmë kam folur me biznesmen të tjerë. Kam siguruar angazhime financimi që duhet të mbulojnë të paktën 2 vitet e para të zgjerimit. Genci ndjeu një val lehtësimi dhe mirënjohjeje. Doktor Ilir, nuk di si t'ju falenderoj për gjithçka që keni bërë. Iliri tundi kokën. Genc, sa herë duhet të kërkoj të mos më falenderosh më. Unë jam ai që duhet të jem përjetësisht mirënjohës. Ti më shpëtove nga vetja ime. Më tregove se ka jetë përtej egos dhe lakmis. Më mësove se pasuria e vërtet nuk është në llogaritë bankare. Të dy biseduam për orë të tëra, duke përsosur strategjinë për kongresin. Iliri do t'i jepte Gencit të gjitha të dhënat e nevojshme për kostot, strukturën logjistike, partnerët e mundshëm. Gjithashtu do ta ndihmonte të parashikonte dhe të përgjigjej kundërshtimeve që me siguri do të lindnin. Ndërkohë, në fakultetin e farmacisë, Genci vazhdonte të shkëlqente akademikisht. Ai po zhvillonte një kërkim shkencor mbi farmakokinetikën e barnave antiretrovirale, duke studiuar se si të përmirësonte efikasitetin e trajtimeve për HIV. Udhëheqësi i tij, profesor Dr. Hysen Sampaio, ishte një kërkues i respektuar që fillimisht kishte dyshime për të udhëhequr një student kaq të ri. Por Genci e kishte provuar vlerën e tij shpejt. Aftësia e tij analitike ishte e jashtëzakonshme. Ai lexonte 10 artikuj shkencor në javë, duke përthithur dhe sintetizuar informacion me një shpejtësi mbresëlënëse. Hipotezat e tij ishin të mirë argumentuara, eksperimentet e tij të dizajnuara me kujdes. Një pasdite në laborator, ndërsa analizonte të dhënat e kromatografisë, Genci vuri re një model interesant në rezultate. Diçka që nuk ishte parashikuar në literaturën ekzistuese. Ai thiri profesor Hysenin dhe i tregoi vëzhgimet e tij. Profesori mbeti në heshtje për disa minuta, duke studiuar grafikët. Pastaj e shikoi Gencin me një shprehje admirimi. Genc, tha ai, mendoj se sapo ke bërë një zbulim të rëndësishëm. Nëse këto rezultate konfirmohen, mund të ndryshojnë mënyrën se si administrojmë këto barna. Genci ndjeu zemrën t'i rrite fort. Ai adhuronte atë ndjenjë të qenit në kufirin e dijes, duke zbuluar gjëra që askush nuk i dinte më parë. Për këtë ishte bërë mendja e tij. Për të eksploruar, për të pyetur, për të zbuluar. Por edhe në momentet e suksesit më të madh akademik, Genci kur nuk harronte se nga vinte. Çdo javë, ai kushtonte disa orë për të vizituar strehimoret dhe komunitetet periferike, duke biseduar me fëmijë dhe të rinj në situatë vulnerabiliteti. Ai donte që ata të dinin se kishin vlerë, se shiheshin, se kishte shpresë. Në një nga këto vizita, në një komunitet në periferi të Tiranës, Genci takoi një vajzë 10 vjeçare të quajtur Elira. Ajo ishte ulur vetëm në një cep, duke vizatuar në tokë me një shkop. Genci u afrua dhe pa se ajo po vizatonte forma gjeometrike komplekse, modele matematikore çuditërisht të sofistikuara. Të pëlqen matematika, pyeti Genci, duke u ulur pranë saj. Elira e shikoi me dyshim. Nuk e di, murmuriti. Nuk kam bërë mësim siç duhet. Por më pëlqen t'i shoh numrat në kokën time. Ata kanë kuptim. Genci buzëqeshi. Ai e mbante mend në mënyrë të përsosur atë ndjenjë. Elira, tha ai butësisht, ti e di që je e veçantë, apo jo? Ti ke një talent të rrallë. Dhe unë dua të ndihmoj ta zhvillosh atë. Vajza e shikoi me një përzierje shprese dhe frike. Askush nuk i kishte folur kur në atë mënyrë. Askush nuk e kishte njohur kur se ajo ishte më shumë se thjesht një fëmijë tjetër i varfër. Genci mori një letër dhe një stilolaps që mbante në çantë. Do të jap një sfidë, tha ai. Nëse arrin ta zgjidhësh, do të përfshi në programin gjuetarët e gjenive.
Do të kesh shkollë, ushqim, një vend për të jetuar dhe profesor që do të mësojnë gjithçka për matematikën. Pranon. Sytë e Elirës shkëlqyen. Ajo pohoi me kokë energjikisht. Genci shkroi një problem matematikor. Nuk ishte i lehtë, por as i pamundur për dikë me talent natyror. Elira mori letrën dhe filloi të studionte problemin. Genci vëzhgoi përqendrimin e saj total, mënyrën se si buzët e saj lëviznin në heshtje ndërsa punonte me numrat në kokën e saj. 15 minuta më vonë, Elira kishte përgjigjen. Dhe ishte e saktë. Genci ndjeu atë ndjenjë të njohur të zbulimit. Një gjeni tjetër i fshehur në padukshmërinë e varfërisë. Një jetë tjetër që mund të transformohej. Elira u bë përfituesja e 64 e gjuetarëve të gjenive. Kur Genci arriti në Kongresin e Asistencës Sociale javën tjetër, ishte nervoz por i përgatitur. Eventi mbahej në Pallatin e Kongreseve, duke mbledhur menaxher publik, punonjës social, kërkues dhe aktivist nga i gjithë vendi. Genci do të ishte folësi përmbyllës i ditës së dytë. Salla ishte plot kur ai u ngjit në skenë. Më shumë se 1000 njerëz e vëzhgonin me pritshmëri. Genci mori frymë thellë, shikoi audiencën dhe filloi. Jo me të dhëna apo statistika, por me një histori. Historinë e tij. Ai foli për djalin 12 vjeçar që flinte nën streha dhe studionte me libra nga plehra. Për ditën kur u poshtërua në një auditor dhe vendosi të provonte vlerën e tij. Për 3 vitet që atëherë, jetët e transformuara, talentet e zbuluara. Zëri i tij ishte i sigurt, i emocionuar por i kontrolluar. Ai kishte mësuar ta përdorte historinë e tij si një mjet, jo si një patericë. Pastaj tregoi për Elirën, për Borën, për Arbërin, për Besmirin, për secilin prej 63 të rinjve, jetët e të cilëve ishin ndryshuar nga gjuetarët e gjenive. Publiku ishte në heshtje absolute, i mbërthyer në çdo fjalë. Pastaj Genci paraqiti shifrat. Koston për të riun. Shkallën e suksesit. Ndikimin social të matshëm. Kthimet afatgjata, jo vetëm ekonomike por edhe në terma të koezionit social, uljes së kriminalitetit, zhvillimit komunitar. Gjithçka ishte e dokumentuar, e provuar, e parefuzueshme. Më në fund, ai paraqiti propozimin. Të zgjerojë projekti i gjuetarët e gjenive në të gjitha qytetet kryesore të Shqipërisë në 2 vitet e ardhshme. Të krijojë një rrjet kombëtar identifikimi dhe mbështetjeje për të rinjt me talent në situatë vulnerabiliteti. Të vendoseshin partneritete me universitete publike dhe private, me qeveritë lokale, me kompani dhe organizata të sektorit të tretë. Ta transformonin atë nga një projekt lokal në një politikë publike kombëtare. Investimi i nevojshëm ishte i konsiderueshëm. Por Genci tregoi se ishte i realizueshëm. Ai kishte angazhimet financiare të biznesmenëve si Iliri. Kishte mbështetjen institucionale të disa universiteteve. Kishte interesin e treguar nga disa kryetarë bashkish. Mungonte vetëm artikulimi politik i nevojshëm për ta bërë atë një prioritet kombëtar. Kur mbaroi prezantimin e tij, publiku u ngrit në ovacione. Njerëzit qanin hapur. Menaxherët publik vinin tek ai duke kërkuar më shumë informacion se si të zbatonin programe të ngjashme në qytetet e tyre. Gazetarët bënin radhë për intervista. Por momenti më domethënës ndodhi kur një grua në moshë të mesme iu afrua Gencit me lot në sy. Ajo u prezantua si ministrja e arsimit. Ishte thellësisht e emocionuar nga prezantimi. Zoti Genc, tha ajo, duke u dridhur nga emocionet, qeveria dëshiron ta mbështesë projektin tuaj. Do ta përfshijmë gjuetarët e gjenive në buxhetin e ardhshëm si një program pilot kombëtar. Ju do të keni burime qeveritare për të zgjeruar në 10 qytete në vitin e parë. Genci mezi mund ta besonte. E gjithë kjo dukej surreale. 3 vjet më parë ai flinte nën streha. Tani po bisedonte me ministren e arsimit për politika publike kombëtare. Atë natë, përsëri në konvikt, Genci i telefonoi Ledinës për t'i treguar lajmet. Ajo bërtiti nga gëzimi në anën tjetër të linjës. Vëlla, ja dole. Ti vërtet ja dole. Genci buzëqeshi, por zëri i tij ishte mendues. Ja dolëm, Ledina. Të gjithë ne. Dhe ky është vetëm fillimi. Ka kaq shumë ende për të bërë. Në muajt në vijim, jeta e Gencit u bë edhe më intensive.
Ati i duhej të balanconte mësimet e fakultetit, kërkimin e tij shkencor, mbledhjet për të strukturuar zgjerimin kombëtar të gjuetarëve të gjenive dhe përgjegjësitë e tij si zëdhënës i projektit. Ndonjëherë ndihej i mbi ngarkuar duke u përpjekur të ishte adoleshent, student dhe aktivist social njëkohësisht. Por pastaj mendonte për Elirën duke zbuluar se matematika kishte një emër. Për Borën duke kompozuar simfoni që emociononin audiencat. Për Arbërin duke u dhënë zë refugjatëve. Dhe kujtonte pse gjithë kjo kishte rëndësi. Iliri u bë jo vetëm një financues, por një mentor i vërtetë. Të dy takoheshin rregullisht për të diskutuar strategji, për të ndarë shqetësime, për të planifikuar të ardhmen. Iliri i mësoi Gencit për botën e biznesit, se si të negocionte, si t'i paraqiste idetë në mënyrë bindëse, si të ndërtonte partneritete të qëndrueshme. Genci i mësoi Ilirit për empatin, për të parë përtej shifrave, për të kujtuar gjithmonë se pas çdo statistike ekzistonte një jetë njerëzore reale. Marrëdhënia midis tyre ishte e një respekti të thellë të ndërsjellë. Iliri shihte te Genci djalin që nuk e pati kurrë, dik të shkëlqyer jo vetëm intelektualisht por edhe moralisht. Genci shihte te Iliri provën se njerëzit mund të ndryshojnë, se është e mundur të zgjohesh për realitetin dhe të zgjedhësh të bësh ndryshe. Një pasdite, ndërsa darkonin në një restorant diskret, Iliri bëri një rrëfim. Genc, tha ai, po mendoja të shkruaja një libër për rrugëtimin tim. Për mënyrën se si një djalë 12 vjeçar më transformoi plotësisht. A do të më jepje leje të tregoja historinë tonë? Genci mendoi për një moment. Do të më pëlqente shumë ta tregoje, doktor Ilir. Por jo si një histori për mua që të ndryshova, ty tregoje si një histori për një sistem të padrejtë që lejon që talentet të shpërdorohen, dhe për mënyrën se si të gjithë ne mund të zgjedhim të bëjmë ndryshe. Iliri buzëqeshi. Ke të drejtë. Si gjithmonë. Pikërisht ky është libri që do të shkruaj. Ndërsa viti i 4 i fakultetit po afrohej, Genci filloi të mendonte për të ardhmen e tij. Ai e adhuronte kërkimin shkencor, por gjithashtu ndihej gjithnjë e më i tërhequr nga aktivizmi social. A do të ishte e mundur t'i kombinonte të dyja? Të bënte kërkime që kishin ndikim social të drejtë për drejtë. Të zhvillonte barna të përballueshme për populatat në nevojë. Të përdorte njohuritë shkencore si një mjet për drejtësi sociale. Ai bisedoi për këtë me profesor Hysenin, udhëheqësin e tij. Profesori e inkurajoi të ndiqte këtë rrugë. Genc, tha ai, bota ka nevojë për shkencëtarë që nuk e harrojnë dimensionin njerëzor të shkencës. Që kujtojnë se kërkimi nuk është vetëm për publikime dhe çmime, por për të përmirësuar jetë. Ti mund të jesh ky lloj shkencëtari. Ndërkohë, gjuetarët e gjenive vazhdonte të rritej. Me mbështetjen e qeverisë, projekti u zbatua në 10 qytete. Qindra të rinj po identifikoheshin, mbështeteshin, jetët e tyre po transformoheshin. Çdo qytet zhvillonte identitetin e tij brenda projektit, duke përshtatur metodologjinë me realitetet lokale. Në Shkodër, fokusi ishte te talentet artistike, me disa të rinj që u zbuluan si muzikant, balerin dhe artist vizual të jashtëzakonshëm. Në Vlorë, shumë prej të rinjve kishin njohuri të thella për natyrën, bimësinë, ekologjinë. Në Korçë, po zbuloheshin disa mrekulli të teknologjisë. Shqipëria po fillonte të shihte talentet e saj të fshehura. Dhe çdo histori suksesi vërtetonte vizionin e Gencit. Inteligjenca nuk kishte adresë. Genialiteti mund të lulëzonte kudo. Një të diel me diell, Genci vizitoi vendin e vjetër ku flinte, strehën e furrës së bukës në rrugën e Kavajës. Ai e bënte këtë herë pas here, si një mënyrë për të kujtuar se nga vinte, për të mos humbur lidhjen me historinë e tij. U ul në tokë, u mbështet në mur, mbylli sytë. Kujtoi të ftohtin që ndjente, urinë e vazhdueshme, padukshmërinë që e gëlltiste. Por kujtoi edhe shpresën që nuk e braktisi kurrë. Besimin kokfort se kishte diçka më shumë për të, edhe kur asgjë nuk e tregonte këtë. Një djalë rruge u afrua, duke e parë Gencin me kureshtje. Djali ishte rreth 8 vjeç, me rroba të pista, këmbë zbathur. Genci pa veten të ai fëmijë. Hej, tha Genci butësisht, si e ke emrin? Djali hezitoi para se të përgjigjej. Petrit. Përshëndetje Petrit. Unë quhem Genc. Ti jeton këtu afër. Petriti pohoi me kokë. Jetoj pikërisht këtu. Në këtë rrugë. Genci ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ti shkon në shkollë, Petrit.
Djali tundi kokën negativisht. Genci mori frym thellë. Petrit, tha ai, a beson se jeta jote mund të jetë ndryshe? Se ti mund të studiosh, të kesh një vend për të jetuar, të bësh atë që të pëlqen. Petriti e shikoi Gencin me ata sy që njinin shumë vuajtje për një fëmijë kaq të vogël. Nuk e di, murmuriti. Askush nuk është kujdesur kurrë për mua. Genci mori një kartvizit nga portofoli. Ishte kontakti i ekipit të gjuetarëve të gjenive në Tiranë. Dëgjo, Petrit. Do ta lë këtë kartvizit me ty kur të jesh gati, kur të duash një shans për të ndryshuar jetën tënde, telefono këtë numër. Thuaj se je miku i Gencit. Ata do të të ndihmojnë. Petriti e mori kartvizitën me duar të dridhura, sikur të mbante diçka të çmuar dhe të brishtë. Genci qëndroi edhe disa minuta duke biseduar me djalin, duke u përpjekur të mbillte një farë shprese në atë zemër kaq të lënduar. Kur më në fund u ngrit për të ikur, u kthye një herë të fundit. Petrit, tha ai, ti nuk je i padukshëm. Ti ekziston. Ti ke rëndësi. Mbaje mend këtë. Djali pohoi me kokë, duke shtrënguar kartvizitën në gjoks. Genci eci nëpër rrugën e Kavajës me lot në sy. Kishte ende kaq shumë punë për të bërë. Kaq shumë Petrita që prisnin për një shans. Por tani ai kishte mjete për të ndihmuar. Kishte zë për të denoncuar. Kishte një lëvizje në rritje rreth tij. Nuk ishte më vetëm në këtë luftë. Atë natë, Genci mori një email nga universiteti. Ishte një ftesë zyrtare për të qenë folësi hapës i simpoziumit të ardhshëm të madh shkencor të Fakultetit të Farmacisë. I njëjti simpozium ku, 5 vjet më parë, jeta e tij kishte ndryshuar plotësisht. I njëjti auditor ku ai ishte poshtëruar dhe pastaj kishte triumfuar. Genci e shikoi ftesën për një kohë të gjatë. Do të ishte një moment i mbylljes së plotë të një cikli. Të kthehej në vendin ku gjithçka filloi, por tani si një student i respektuar, një kërkues premtues, një aktivist i njohur. Ai e pranoi ftesën pa hezitim. Në muajt në vijim, ndërsa përgatitej për fjalimin, Genci reflektonte mbi rrugëtimin e tij. 5 vjet. Dukej si një jetë e tërë. Djali i padukshëm që mblidhte plera ishte bërë një iri 17 vjeçar që studionte farmaci, zhvillonte kërkime shkencore, udhëhiqte një lëvizje kombëtare për drejtësi sociale. Ishte pothuajse e pabesueshme. Por në të njëjtën kohë, Genci ndjente se në një farë mënyre gjithmonë e kishte ditur se do të arrinte këtu. Jo nga arroganca, por nga ai besim kokfort që nëna e tij ja kishte mbjell kur ishte fëmijë. Besimi se ai kishte një dhunti të veçantë, një qëllim të rëndësishëm. Ledina e ndihmoi të përgatiste fjalimin. Të dy kaluan pasdite të tëra duke diskutuar se çfarë duhej të thoshte Genci, si ta strukturonte prezantimin, çfarë mesazhi donte të linte. Genci nuk donte që të ishte thjesht një histori të kalimi personal. Donte të ishte një thirrje për veprim. Një sfidë për të gjithë të pranishmit që të shihnin përtej flluskave të tyre të privilegjeve. Një ftesë për të qenë pjesë e zgjidhjes. Iliri gjithashtu ofroi ndihmë, duke sugjeruar rregullime në mënyrën e paraqitjes së të dhënave të gjuetarëve të gjenive, duke ndarë perspektivën e tij të transformimit. Ai do të ishte atje atë ditë, në rreshtin e parë, duke mbështetur Gencin siç bënte gjithmonë. Ndërsa dita e simpoziumit afrohej, Genci ndjente një përzierje ankthi dhe entuziazmi. Ai moment do të ishte simbolik në kaq shumë mënyra. Do të ishte shansi i tij për t'u treguar atyre që kishin qeshur me të 5 vjet më parë se sa larg kishte arritur. Por më e rëndësishmja do të ishte shansi i tij për të frymëzuar një brez të ri për të bërë ndryshe, për t'i parë të padukshmit, për të mos shpërdoruar kurrë talente për shkak të paragjykimeve. Natën para simpoziumit, Genci nuk mundi të flinte shumë. Qëndroi zgjuar duke menduar për gjithçka që kishte jetuar, për të gjithë njerëzit që e kishin ndihmuar, për të gjithë të rinjt, jetët e të cilëve ishin ndryshuar nga gjuetarët e gjenive. Mendoi për nënën e tij, duke imagjinuar se sa krenare do të ishte po ta shihte tani. Mendoi për baban e tij që kishte hequr dorë nga jeta kur trishtimi u bë i padurueshëm, dhe dëshiroi që ai të kishte pasur forcë për të vazhduar. Kur dielli lindi mbi Tiranë në mëngjesin e simpoziumit, Genci ishte gati. Veshur me kostumin e tij më të mirë, të parin që e kishte blerë me paratë e tij. U pa në pasqyrë dhe nuk pa më një djalë të brishtë dhe të frikësuar, por një të ri të vendosur, gati për të bërë histori. Ishte koha të kthehej në atë auditor.
Ishte koha të mbyllte ciklin. Ishte koha t'i tregonte botës se talentet nuk kanë adresë, se genialiteti mund të lulëzoj kudo, dhe se kur u japim mundësi reale të padukshmëve, ata mund të ndryshojnë botën. Genci doli nga konvikti dhe eci drejt fakultetit të farmacisë. Çdo hap ishte një pohim. Çdo frymëmarrje ishte një përgatitje. Djali i padukshëm ishte gati të shkëlqente edhe një herë. Auditoriumi ishte plot kur Genci arriti. Të njëjtat karrige të rreshtuara, e njëjta skenë madhështore, e njëjta dëras e bardhë në sfond. Por gjithçka dukej ndryshe tani. 5 vjet më parë, ai kishte hyrë aty si një ndërhyrës, një mbledhës kanaqesh që nuk i përkiste asaj bote dijeje. Sot, hynte si folsi kryesor, i pritur nga qindra njerëz që admironin trajektoren e tij. Genci ndaloi për një moment në hyrje, duke lënë kujtimet ta pushtonin. Kujtoi ekuacionin kompleks që kishte parë në atë dëras. Poshtërimin që kishte ndjerë kur e nxorën jashtë. Guximin e dëshpëruar që e bëri të pranonte sfidën e Ilirit. Se si i dridheshin duart kur mori shkumsin. Se si zëri i tij fillimisht i ndrojtur fitoi forcë ndërsa zgjidhte problemin. Ishte sikur ajo ditë të kishte ndodhur njëkohësisht një përjetësi më parë dhe vetëm dje. Ledina u shfaq pranë tij, duke i vënë dorën në shpatull. Gati, vëlla, e pyeti ajo me atë buzëqeshje inkurajuese. Genci mori frymë thellë dhe pohoi me kokë. Më shumë se gati. Të dy hynë së bashku. Lëvizja në auditor ndaloi për një moment kur njerëzit vunë re ardhjen e Gencit. Pëshpëritje u përhapën nëpër audiencë. Ja ku ishte ai, djali gjeni i rrugëve, tani një iri 17 vjeçar që kishte transformuar jo vetëm jetën e tij, por edhe dhjetëra jetë të tjera. Genci eci deri në rreshtin e parë ku Iliri ishte ulur tashmë. Biznesmeni u ngrit për ta përqafuar ngrohtësisht. Si po ndihesh, e pyeti Iliri. Genci buzëqeshi. Nervoz. I emocionuar. Por i sigurt. Iliri i shtrëngoi shpatullën. Do të shkëlqesh. Si gjithmonë. Në vendet pranë ishin njerëz të tjerë të rëndësishëm në rrugëtimin e Gencit. Profesor Hyseni, udhëheqësi i tij i kërkimit. Rektori Artan. Valbona, sekretarja e Ilirit që kishte dëshmuar të gjithë transformimin e shefit. Dhe, për habin dhe gëzimin e Gencit, disa nga të rinjt e gjuetarëve të gjenive ishin gjithashtu të pranishëm. Bora, tani 14 vjeçe, që ishte bërë një kompozitore e njohur kombëtarisht. Arbëri, poligloti, që punonte si vullnetar me refugjatët. Besmiri, programuesi mrekulli. Elira, vajza që vizatonte modele matematikore në tokë me Shkopin dhe tani studionte në një shkollë të specializuar për matematikë të avancuar. Ti shije të gjithë ata aty, të shëndetshëm, të lumtur, duke zhvilluar talentet e tyre, ishte shpërblimi më i madh që Genci mund të merrte. Organizatori i eventit, i njëjti zotëri me kostum gri që kishte tentuar ta nxirrte jashtë Gencin 5 vjet më parë, u ngjit në skenë për të bërë hapjen. Ai duke i dukshëm i sikletosur, duke e ditur se të gjithë e mbanin mend rolin e tij në atë histori. Zonja dhe zotërinj, filloi ai me zë të dridhur, është një nder jashtëzakonshëm të presim sot si folsin ton kryesor zotin Genc Halili. 5 vjet më parë, ky auditor ishte skena e një momenti që ndryshoi jo vetëm jetën e Gencit, por gjithashtu na detyroi të reflektojmë mbi paragjykimet tona dhe mbi mënyrën se si shoqëria shpërdoron talente për shkak të pabarazisë. Sot, Genci kthehet jo si ai djalë zbathur që u poshtërua padrejtësisht, por si një student i shkëlqyer i farmacisë, një kërkues premtues dhe krijuesi i një prej programeve më të suksesshme të përfshirjes sociale në vend. Është një privilegj ta kemi me ne. Publiku duartrokiti ngrohtësisht. Genci u ngrit dhe eci drejt skenës. Çdo hap në atë korridor qendror ishte i ngarkuar me kuptim. Ishte e njëjta rrugë që kishte përshkuar 5 vjet më parë, por në një drejtim të kundërt. Atëherë, ecte drejt përjashtimit, poshtërimit. Sot, ecte drejt njohjes, festimit. Kur arriti në skenë, Genci qëndroi në heshtje për disa sekonda, duke parë audiencën. Zemra i rrite fort, por jo nga frika. Ishte emocion i pastër. Më në fund, filloi të fliste. Mirëdita të gjithëve. Është e vështirë të shpreh me fjalë se çfarë do të thotë të jem këtu sot. Në këtë auditor, 5 vjet më parë, unë isha i padukshëm. Më shumë se kaq. Isha i padëshiruar. Një pengesë.
Një djalë i pistë dhe zbathur që nuk i përkiste një hapësirë dijeje. Zëri i Gencit ishte i sigurt, por i ngarkuar me emocion. Ai bëri një pauzë para se të vazhdonte. Kam jetuar në rrugët e Tiranës nga mosha 10 deri në 12 vjeç. Humba prindërit në një interval të shkurtër kohe. U braktisa nga të afërmit që nuk donin përgjegjësinë për t'u kujdesur për mua. Fjeta nën streha në të ftohtin e mëngjesit. Rëmova në plera për të gjetur ushqim. U trajtova si më pak se njeri nga një shoqëri që gjykon vlerën nga pamja dhe llogaria bankare. Por edhe në ditët më të vështira, edhe kur uria më dhimbte në stomak dhe i ftohti më depërtonte në kocka, diçka brenda meje refuzonte të dorëzohej. Nëna ime, para se të largohej, thoshte se unë kisha një dhunti të veçantë. Dhe unë e besoja. Besoja se mendja ime e shkëlqyer do të thoshte diçka. Se kisha një qëllim. Genci tregoi dërasën e bardhë pas tij. Atë ditë, 5 vjet më parë, kishte një ekuacion kompleks të shkruar aty. Një ekuacion farmakokinetike që sfidonte edhe doktorët e pranishëm. Unë e njoha sepse e kisha studiuar temën vetëm në libra të gjetur në plehra. Dhe kur u poshtërova publikisht, kur qeshen me mua, kur më përdorën si shaka, diçka brenda meje u thye. Por jo në mënyrë negative. U thye dorëzimi. Pranimi pasiv i padukshmërisë. Dhe në vend të tij lindi guximi. Guximi për të thënë jo, unë ekzistoj, unë kam vlerë, unë do ta provoj. Publiku ishte plotësisht i heshtur, i mbërthyer në çdo fjalë. Genci vazhdoi, zëri i tij tani më i fortë. Unë gjita në këtë skenë dhe e zgjidha atë ekuacion. Jo vetëm e zgjidha. Demonstrova një kuptim të thellë që habiti specialistët. Dhe në atë moment, unë pushova se qeni i padukshëm. Por historia nuk është për mua që isha i veçantë. Historia është për sa genca të tjerë ekzistojnë atje, të padukshëm, të shpërdoruar, të injoruar. Sa talente të jashtëzakonshme po flenë nën streha në këtë moment. Sa mendje të shkëlqyera po mbledhin plera për të mbijetuar. Sa fëmijë gjeni po trajtohen si pengesë thjesht sepse kanë lindur të varfër. Genci bëri një pauzë për të pirë ujë. Duart i dridheshin lehtë, por ishte nga emocionet, jo nga nervozizmi. Në 5 vitet e fundit, kam pasur privilegjin të rindërtoj jetën time. Ky universitet më pranoi. Më dha arsim, strehim, mbështetje psikologjike. Më trajtoi me dinjitet dhe respekt. Por unë nuk doja të isha një përjashtim. Nuk doja të isha thjesht një histori e bukur të i kalimi individual, ndërsa mirat të tjerë mbeteshin të padukshëm. Kështu lindi projekti Gjuetarët e Gjenive. Në ekranin pas Gencit filluan të shfaqeshin foto dhe të dhëna. Fytyra të rinj duke buzëqeshur, grafik që tregonin rezultate, dëshmi emocionuese. Në 3 vitet e fundit, tha Genci, Gjuetarët e Gjenive ka identifikuar dhe mbështetur 283 të rinj në situatë vulnerabiliteti social me talente të jashtëzakonshme. 283 jetë të transformuara. 283 prova se inteligjenca nuk ka adresë. Se genialiteti mund të lulëzoj kudo kur japim mundësi reale. Genci filloi të tregonte histori individuale. Foli për Borën, vajzën që kompozonte simfoni në kokën e saj ndërsa jetonte në një strehimore. Për Arbërin që mësoi 5 gjuhë vetëm duke dëgjuar biseda në rrugë. Për Besmirin që programonte aplikacione komplekse pa pasur kurrë një kompjuter të tij. Për Elirën që vizatonte modele matematikore në tokë me shkopim. Çdo histori nxirrte lot nga publiku. Por Genci paraqiti edhe të dhëna. Shkallën e suksesit akademik të rinjve të mbështetur nga projekti. Indekset e zhvillimit personal. Ndikimin në komunitetet e origjinës. Kthimin social të investimit. Gjithçka e dokumentuar me përpikëri, e vërtetuar shkencërisht. Duke provuar se kjo nuk ishte bamirësi apo asistencë. Ishte drejtësi sociale. Ishte investim inteligjent në të ardhmen e vendit. Ishte njohje se shpërdorimi i talenteve për shkak të pabarazisë është një gabim moral dhe gjithashtu ekonomik. Genci pastaj ndryshoi tonin duke u bërë më sfidues. Por unë nuk u ngjita në këtë skenë sot vetëm për të festuar atë që kemi arritur. Erdha për t'ju sfiduar të gjithëve. Sepse 283 jetë të transformuara, megjithse domethënëse, janë një pikë në oqean. Miliona fëmijë shqiptar ende jetojnë në varfëri.
Mira ende flen në rrugë. Talentet të panumërta ende po shpërdorohen në këtë moment. Dhe përgjegjësia për ta ndryshuar këtë nuk është vetëm e imja. Është e të gjithëve ne. Është e çdo profesori në këtë auditor që mund të shikoj përtej notave dhe të shoh potenciale të fshehura. Është e çdo kërkuesi që mund të përdorë njohuritë e tij për të zhvilluar zgjidhje që ndikojnë në komunitetet në nevojë. Është e çdo biznesmeni që mund të krijojë mundësi reale në vend të programeve fasadë. Është e çdo menaxheri publik që mund të zbatojë politika të bazuara në prova në vend të ideologjive të zbrasta. Është e çdo qytetari që mund të zgjedhë të shohë të padukshmit në vend që të kalojë pranë tyre sikur të ishin pjesë e peizazhit urban. Zëri i Gencit kumbonte nëpër auditor me një forcë që vinte nga brenda, nga ajo pjesë e tij që nuk ishte dorëzuar kurrë edhe në ditët më të vështira. Unë nuk dua që pas 5 vitesh të kemi vetëm disa histori të tjera të bukura të kalimi individual. Unë dua që pas 5 vitesh, asnjë fëmijë në Shqipëri të mos jetë i padukshëm. Që çdo talent të identifikohet, të ushqehet, të zhvillohet. Që varfëria të mos jetë më sinonim i një fati të dështuar. Që lindim në kontekste të ndryshme, por nuk kemi nevojë të vdesim në të njëjtat kontekste. Që lëvizshmëria sociale të jetë reale, jo vetëm diskurs politik. Publiku shpërtheu në duartrokitje. Njerëzit u ngritën në këmbë. Lotët rridhnin në fytyrat e profesorëve, studentëve, menaxherëve. Genci e la duartrokitjen të vazhdonte për disa momente para se të kërkonte heshtje për të përfunduar. Do të mbaroj me një fjali që e shkrova në DRAS 5 vjet më parë, në ditën time të parë si student në këtë universitet. Genci mori një shënues dhe shkroi me shkronja të mëdha në DRAS-ën e bardhë, talenti nuk ka adres as pamje. U kthye përsëri nga publiku. Kjo nuk është thjesht një fjali e bukur. Është një e vërtet e provueshme shkencërisht. Është një thirrje për veprim. Është një angazhim që të gjithë ne duhet ta bëjmë. Të mos gjykojmë më kurrë potencialin nga pamja. Të mos shpërdorojmë më kurrë talente për shkak të paragjykimeve. Të ndërtojmë një shoqëri ku çdo fëmijë, pavarësisht se ku lind apo sa para kanë prindërit e tij, mund të zhvillojë plotësisht dhuntit e tij. Sepse kur e bëjmë këtë, nuk po ndihmojmë vetëm individ, po ndërtojmë një vend më të mirë për të gjithë. Duartrokitja që pasoi ishte shurdhuese. Profesorët qanin hapur. Studentët bërtisnin fjalë mbështetjeje. Organizatori i eventit me lot në sy u ngjit në sken për të përqafuar Gencin, duke i kërkuar falje publikisht për atë që kishte bërë 5 vjet më parë. Genci e përqafoi duke treguar se nuk mbante mëri. Edhe kjo ishte pjesë e mesazhit. Transformimi ishte i mundur. Për individ, për institucione, për shoqëri. Por pastaj ndodhi diçka e papritur. Ilir Kastrati u ngrit nga rreshti i parë dhe kërkoi fjalën. Genci, i habitur por kureshtar, e ftoi në sken. Biznesmeni u ngjit ngadalë, shpreha e tij ishte e një emocioni të thellë. Kur mori mikrofonin, zëri i tij dridhej. Me lejen e Gencit do të doja të thoja disa fjalë. Publiku ra në heshtje. Shumë aty e mbanin mend rolin e Ilirit në histori 5 vjet më parë. Biznesmeni arrogant që kishte poshtëruar publikisht një fëmijë të varfër. Iliri mori frym thellë para se të fillonte. 5 vjet më parë, unë u ngjita në këtë skenë si një njeri krejtësisht i ndryshëm. Isha arrogant, mizor, i mbyllur në një flusk privilegjesh që më pengonte të shija realitetin. E përdora atë djalë si shaka. Qesha me varfërinë e tij, me pamjen e tij. Mendova se po tregoja superioritetin tim intelektual. Por ajo që po tregoja në të vërtet ishte falimentimi im moral. Lotët filluan të rridhnin në fytyrën e Ilirit. Kur Genci e zgjidhi atë ekuacion, kur ai më mposhti intelektualisht para të gjithëve, unë ndjeva turp. Por nuk ishte një turp kalimtar. Ishte fillimi i një transformimi të thellë. Sepse Genci jo vetëm provoi se ishte më i zgjuar se unë. Ai provoi se ishte më njerëzor, më bujar, më guximtar. Një djalë 12 vjeçar që kishte humbur gjithçka më mësoi se çfarë ka vërtet rëndësi në jetë. Iliri e shikoi drejt për drejt Gencin. Humbja e atij basti ishte humbja më e mirë e jetës sime. Sepse më detyroi të zgjohesha. Të shija jashtë shkollës sime të fildish. Të kuptoja sa dhimbje ka në botë dhe sa ndryshim mund të bëja nëse ndaloja se qeni egoist. Genci nuk më poshtëroi atë ditë.
Genci më shpëtoi. Më shpëtoi nga shpërdorimi i pjesës tjetër të jetës sime duke qenë një njeri i zbrazët, i pasur materialisht por i varfër shpirtërisht. Publiku ishte plotësisht i emocionuar. Edhe njerëzit që e njihnin Ilirin vetëm si biznesmenin miliarder po shihnin një anë të tij që nuk e kishin imagjinuar kurrë se ekzistonte. Në 5 vitet e fundit, vazhdoi Iliri, kam pasur privilegjin të punoj pranë Gencit në projektin Gjuetarët e Gjenive. Të shoh ndryshimin që bën kur zgjedhim t'i shohim të padukshmin. Të dëshmoj jetë duke u transformuar. Dhe secila prej këtyre jetëve më transformon edhe mua. Më kujton se pasuria e vërtet nuk është në llogaritë bankare. Është në lidhjet njerëzore. Në të bërit ndryshim. Në lënien e botës më mirë se sa e gjetëm. Iliri bëri një pauzë. Duke kontrolluar emocionet. Dua të kërkoj falje publikisht. Gencit për ta trajtuar me mizori 5 vjet më parë. Të gjithë të rinjve që kanë përfituar nga projekti, sepse transformimi im nuk i kthen vitet që shoqëria u avodhi atyre. Dhe çdo personi në këtë auditor, sepse unë përfaqësoja atë më të keqen që elita shqiptare mund të jetë. Arrogancë, indiferencë, mizori të rastësishme. Por dua të them gjithashtu se transformimi është i mundur. Se zgjimi ndaj realitetit është i mundur. Se zgjedhja për të bërë ndryshe është e mundur. Dhe se secili prej nesh e ka këtë fuqi zgjedhjeje çdo ditë. Publiku shpërtheu në duartrokitje edhe një herë. Iliri u kthye nga Genci dhe të dy u përqafuan. Ishte një moment pajtimi të thellë, faljeje të sinqertë, lidhjeje njerëzore që ka përcente dallimet. Aty ishin dy burra që jeta i kishte vendosur në anë të kundërta, por që kishin zgjedhur të ndërtonin ura në vend të mureve. Kur duartrokitjet më në fund pushuan, rektori Artan kërkoi fjalën. Ai njoftoi se universiteti po krijonte një katedër të përhershme studimesh mbi pabarazinë dhe talentet e shpërdoruara. Një qendër kërkimore e dedikuar për të kuptuar shkencërisht mekanizmat që përjetësojnë përjashtimin social dhe për të zhvilluar ndërhyrje të bazuara në prova. Dhe se Genci, sapo të përfundonte studimet, do të ftohej të bëhej pjesë e kësaj qendre si kërkues. Genci u emocionua nga njoftimi. Ishte gjithçka që kishte dashur gjithmonë. Të kombinonte shkencën dhe drejtësinë sociale. Të përdorte dijen për të transformuar realitete. Të bënte kërkime që kishin vërtet rëndësi. Pas eventit zyrtar, 10 njerëz e rrethuan Gencin duke dashur të bisedonin, të bënin foto, të kërkonin më shumë informacion për projektin. Gazetarët kërkonin intervista. Menaxherët publik të qyteteve të tjera donin të zbatonin programe të ngjashme. Biznesmenët ofronin financim. Ishte pothuajse dërmuese, por Genci arrinte të shihte atë që kishte vërtet rëndësi. Çdo person aty përfaqësonte një mundësi. Një mundësi për më shumë jetë të transformuara. Më shumë talente të zbuluara. Më shumë të padukshëm që bëheshin të dukshëm. Më vonë atë natë, Genci u kthye vetëm në auditorin e zbrazët. Dritat ishin të fikura, karriget të zbrazta. Ai u ngjit në skenë një herë të fundit, duke parë aty ku kishte qenë publiku. Kujtoi çdo moment të rëndësishëm që ajo hapësirë kishte dëshmuar. Poshtërimin, guximin, fitoren, kthimin triumfues. Ishte sikur i gjithë rrugëtimi i tij të ishte kondensuar në atë vend. Genci eci deri te derasa dhe shikoi fjalinë që kishte shkruar. Talenti nuk ka adresë as pamje. Ai mori shënuesin dhe shtoi një rresht tjetër poshtë. Dhe kur japim mundësi reale, ndryshojmë jo vetëm jetë individuale, por të gjithë botën. Në atë moment, ulur vetëm në skenën e zbrazët, Genci i lejoi vetes më në fund të përpunonte gjithçka që kishte jetuar. Lotët erdhën pa paralajmërim. Nuk ishin lot trishtimi, por mirënjohje të thellë. Mirënjohje për të mbijetuar vitet më të vështira. Mirënjohje për çdo person që kishte besuar tek ai kur askush tjetër nuk besonte. Mirënjohje për të gjetur qëllimin e tij. Por bashkë me mirënjohjen vinte edhe një ndjenje e përtërir përgjegjësie. Sepse Genci e dinte se historia e tij ishte e jashtëzakonshme, por nuk duhej të ishte e rrallë. Nuk duhej të ishte e jashtëzakonshme që një fëmijë inteligjent të arrinte të zhvillonte potencialin e tij. Duhej të ishte normale. Standardi. Pritshmëria. Dhe të luftonte që kjo të bëhej realitet do të ishte puna e jetës së tij.
Genci mendoi për Petritin, atë djalë 8 vjeçar që e kishte takuar në të njëjtën streh ku flinte. A thua se kishte telefonuar numrin e gjuetarëve të gjenive? A thua se po mbështetej tani? Genci bëri një shënim mendor për ta verifikuar të nesërmen. Sepse çdo fëmijë kishte rëndësi. Çdo jetë kishte vlerë. Çdo talent meritonte të ushqehej. Ai shikoi nga dritarja e auditorit dhe pa qytetin e Tiranës të ndriçuar në natë. Diku atje jashtë, në atë moment, kishte një djalë apo vajzë që flinte në ndonjë strehë. Ndoshta me një mendje të shkëlqyer të fshehur nën rroba të pista. Ndoshta me ëndra që dukeshin të pamundura. Ndoshta duke u ndier i padukshëm. Genci u bëri një premtim të heshtur këtyre fëmijëve. Unë do të luftoj për ju. Do ta përdor zërin tim për të denoncuar padrejtësinë. Do ta përdor historinë time për të frymëzuar ndryshime. Do t'i përdor njohuritë e mia për të zhvilluar zgjidhje. Ju nuk jeni vetëm. Ju nuk jeni të padukshëm. Unë ju shoh. Dhe do të bëj që edhe bota t'ju shoh. Kur më në fund doli nga auditori, Genci eci nëpër universitetin e shkretë. Kaloi pranë laboratorëve ku zhvillonte kërkimet e tij. Pranë bibliotekës ku kalonte orë të tëra duke studiuar. Pranë kopshteve ku bisedonte me miqtë. Çdo hapësirë mbante kujtime. Çdo cep kishte dëshmuar një pjesë të transformimit të tij. Kur arriti në konvikt, Genci hyri në dhomën e tij dhe u shtri në krevat. Shikoi tavanin dhe buzëqeshi. Ishte 17 vjeç. Studionte farmaci në një nga universitetet më të mira të vendit. Zhvillonte kërkime shkencore premtuese. Udhëhiqte një lëvizje kombëtare për përfshirje sociale. Kishte miq të vërtetë. Mentor që besonin tek ai. Një qëllim të qartë. Ishte shumë. Ishte më shumë se sa ai djalë 10 vjeçar, i sapo mbetur jetim dhe i frikësuar, mund të kishte imagjinuar. Por Genci e dinte gjithashtu se rrugëtimi sapo kishte filluar. Se kishte kaq shumë ende për të bërë. Kaq shumë ende për të arritur. Kaq shumë ende për të transformuar. Dhe ishte gati. Më shumë se gati. Sepse ai kishte mësuar mësimin më të rëndësishëm që jeta mund të mësojë. Se rrethanat nuk përcaktojnë fatet. Se ku lindim nuk përcakton se ku mund të arrijmë. Se talentet ekzistojnë kudo, duke pritur vetëm për mundësi reale. Se secili prej nesh ka fuqinë për të bërë ndryshim. Se transformimi është i mundur. Gjithmonë. Historia e Gencit ishte historia e një djali të padukshëm, drita e të cilit ishte e pamundur të shuhej. Ishte historia e një ekuacioni që zbuloi shumë më tepër se një rezultat matematikor. Zbuloi të vërteta të thella për pabarazinë, paragjykimin, shpërdorimin e talenteve. Ishte historia se si një shoqëri e tërë u detyrua të përballej me dështimet e saj. Ishte historia e transformimeve individuale që gjeneruan transformime kolektive. Ishte historia e shpresës kokfort që refuzoi të vdiste edhe në ditët më të errëta. Ishte historia e një vendi që më në fund filloi të shihte të padukshmit e tij. Ishte historia që provonte se kur u japim mundësi reale të marginalizuarve, kur e trajtojmë çdo jetë me dinjitet dhe respekt, kur e njohim se talenti nuk ka adresë as pamje, ndodhin mrekulli. Jo mrekulli në kuptimin e mbinatyrshëm, por mrekulli thellësisht njerëzore. Jetë të transformuara. Potenciale të realizuara. Padrejtësi të korrigjuara. Të ardhme të rishkruara. Dhe gjithçka fillon me një zgjedhje të thjeshtë por të fuqishme. Zgjedhja për të parë. Për t'i parë vërtet ata që shoqëria përpiqet t'i bëjë të padukshëm. Për të njohur vlerën aty ku të tjerët shohin vetëm varfëri. Për të ofruar mundësi aty ku të tjerët ofrojnë vetëm mëshirë. Për të besuar kur të tjerët dyshojnë. Për të luftuar kur të tjerët dorëzohen. Genci i kishte bërë këto zgjedhje. Iliri i kishte bërë këto zgjedhje. Ledina i kishte bërë këto zgjedhje. Universiteti i kishte bërë këto zgjedhje. Dhe sa herë që dikush bën këto zgjedhje, bota ndryshon pak. Bëhet pak më e drejtë. Pak më njerëzore. Pak më e ngjashme me atë që duhet të ishte. Kjo është historia e Genc Halilit. E djalit që ishte i padukshëm por refuzoi të zhdukej. E talentit që u shpërdorua por gjeti një mënyrë për të lulëzuar. E zërit që u përpoqën ta heshnin por u bë një britm denoncimi dhe shprese.
e së ardhmes që dukej e pamundur por u bë lavdishëm reale. Dhe kjo histori vazhdon. Çdo ditë. Me çdo fëmijë të identifikuar nga gjuetarët e gjenive. Me çdo talent të zbuluar. Me çdo jetë të transformuar. Me çdo person që zgjedh të bëjë ndryshe. Historia vazhdon. Dhe ti, që po dëgjon tani, mund të bëhesh pjesë e saj. Sepse transformimi i botës nuk është përgjegjësi e një djali gjeni. Është përgjegjësi e të gjithëve ne. Së bashku.